Përshëndetje miq të dashur të televizionit Dugagjini, mirë se po takohemi edhe sot në kuadër të emisionit Fundjavë, duke shpresuar se po kaloni një fundjavë të bukur. Ju ftoj të qëndroni bashkë me ne për kronika të përgatitura nga tereni, si dhe biseda në studio. E këtë fundjavë po e fillojmë me një bisedë në studio bashkë me të bukurën Elsa Tolaj. Që dhe ceka pak më parë, këtë fundjavë po e fillojmë me një bisedë në studio, me një vajzë që na ka zbukuruar vendin sot, bashkë mua në studio, Elsa Tola. Elsa, mirë dhe shumë kënaqësi. Mirë se ju gjeta. Si po ecin këto ditë për ty, si ka qenë kjo sezona verore? Ke pas kohë me bo pushime, ndërsa me u relaksu pak? Qëre sezona verore më do këtë për krejt është lukë që shka në atë farë forme, po pushimet jo munu. Qa thërë, fillem në shtatë sezonës ka 2-3 ditë, 4 ditë, po në momentin që është kry sezona, kom shfrytzu shtatorin për me pushu, me bo një slodhje totale, që me u këthy prapë. E pas ke endet frezë, do të pëta? Këtë pjesën e... Kisha dash në shkum pushema vetë. I pëlqenjë kështu pushimet në përgjithësi? A të pëlqenjë edhe ty? Besoj që krejtëvi u pëlqenjë pushimet, relaksosh, se ma në menën edhe pse one në shtatë që jam pjesë e rrjeteve sociale, gjithë e kam që telefon mas vete, që duhet me hi me postu në shtatë për njerëzit, për me pa që ka po banë, ose outfits që janë në specialitetin. Po në përgjithësi, përveç pjesës pushimeve, të prapi shfrytëzon edhe për punë, me kriju diçka, me tregu ndjekësve tu se ku je, çka po bën, çka ke vesh, të lodh ndonjëherë edhe kjo pjesë gjatë pushimeve? Shumë kisha dash një herë vësh me gjuj telefonin, edhe mos me pas me vete. Po, at the same time, I don't want to be rude, po mu më pëlqen që kësa në ju kallëzu njerëzve që ka bëj, që ka veshë, se gjithmonë nuk fillon si punë, kjo fillon për qefe. E bën për qefi, njerëz të pëlqejnë edhe të epin që atë vëmendjen si ju pëlqen. So that's the whole point of it. Pra, ty ke fillu vetëm për qef, tash sa vite ke fillu kështu me qenë ndoshta më aktive në rrjetet sociale, si në Instagram, TikTok? Ndoshta 2019-ën, ja kom nisë me marrë followers në Instagram, e kom pas dikon 7-8.000 followers, sa që për mu kon ti për shumë. Edhe kom thonë, ua, koha e pandemisë, më do këtë që u konë një kohë që shumica e qikave që postojnë sot e kanë marrë atë audiencën se u patë frekuentu ma shumë kjo pjese e online-et, edhe na janë akon që ato që e kena bo mas mirti për me prezentu një produkt online ose me ndimu njerëzit me porosit online. Kështu që nështë ta prej që aty ka fillu, s'pu di, 6 vjetë. Kogja shumë, për me qenë aktive gjatë të kohës. Stashti numrova vjetë, po kogja vjetë ko ka po. Pra, fillimisht në vitin 2019, e ceke që ka qenë pasaj periuda e pandemisë, ke qenë më aktive në rrjetet sociale, ke bo reklama nga më të ndryshme, për produkte të ndryshme, pësoj që për këto 6 vite je zhvillu dhe ke arrit shumë, apo jo? Of course, po të thamë prej në 7-8.000 followersave, tash janë dikon 110.000 gati të përafërta, që më ndjeken edhe I'm so happy që kam njerës që më dojnë, njerës që më supportojnë edhe e këqyren lifestyle-in ta. Kremi tek kjo pjesa e përkrajës, në përgjithësi, sa me ndonë që si gjini femrore jemi përkrajse për njëra tjetërën, sa i ndoshta në kontakt edhe me influenceret tjera, keni kështu kontakt, bashkëpunime? Sa i përket kontaktit, ndoshta kena kontakt për mes rrjeteve sociale, disa i kom taku nështë edhe një reale gjatë eventeve që janë majtë. Po nuk është që nështë kom në i farë kontakti, po I love all of them. Më pëlqejnë te për shumë nështë kom edhe influencere që një me më do kënë te për najës edhe i për cjeli, kështu, ja o këqyre. Ka ndonjë që të pëlqen kështu qoftë shqiptare, qoftë e huaja, që ndoshta të pëlqen stili, sa e mënyra e krijimit? T'huja na bestaj janë afrimzu më shumë të prej tyne, fillimisht. Pëstaj përket edhe influencerave që janë këto, më pëlqenjë, të më përgjithësi më pëlqenjë, all of them. Gjithmonë të ka pëlqyë e ceke me u duk bukur, me u vesh bukur, me tregu ndështë veshën për ditën e sot me të marim shembull, po se është ndështë që ke kriju atë stilin, imazhin tënë, sa i përket veshjes, grimit, ka qenë fështirë ndështë me u përcaktu se që shpëton Elsa me u paraqit e publiko?
o kon, nështë kom ndru shumë stile, nështë një herë kom provu, mu dok pak ma cool, ashtu baggy jeans, majica gjona, e kom pa që së është nështë për mu, jem këthy nështë pet casual, tani jem këthy nështë pak ma classy, dhe më doke që e kom gjetë vetën të pak ma classy, me përzi pak cool, edhe besoj që ato e frekuentoj ka gjasho. Tash vetë se e ke kryuat stilin imazhin të ndë. Besoj që po, tash me trende, po eci me trende, fi kryojna. Po momentalisht jam rahat me stilin që e kam. Po është vështirë për shkak që ke dhe bashkëpunime të shumta edhe me kompani të huaja. Ndërsa gjithmonë për çdo gjë e ke ndonjë orar kur me postu ndonjë ditë të javës. Je ndonjëherë në presion të kohës sa i përket krijimit të kontentit, je e përgjegjshme në këtë pikë? Jam shumë presion, do më thonë të në kohën jam presion edhe që të pe shfrytëzoj një farë formë, mi kërku falje brendove që ka një herë nuk e qelim weekend telefonin edhe ju vënoj deadline-at, po besëm që kam shumë stres në që pjesë, se mundona që gjithdo brendit një ajop që ata e dojnë, se normalisht që në këtë rast, produkti tyne ka këgja shumë vlerë edhe dojnë me prezentu në mënyrën ma të mirën, nësë mja hup as një fiber, as një diçka që e ka qaj produkt, qoftë robë, qoftë produkt i ftyrës, flakëve, whatever. Aba sa i përket kësaj pjesa, kam shumë kujdes të cilat brende bashkëpunaj, për arsye që nëse nuk më funksionan mu, nuk me prezentu të tjerë, se atër po raj. Të thotë je shumë e përgjithshme edhe që shi zgjedh brendet, atë konvenojnë ty, atë pëlqejnë ty, nuk bën reklama ndërsa themi vetëm për pjesën financiare, apo jo, pa të përshtat ty nuk mundesh me... Faktikisht puna si influencerë, sa i përkat se bëj as pak nështë për çështjen financiare, se already kam një punë që nina shumë rahat me ta, edhe këto e bëj veç për qefi që minimu njerëzit çka ju duhet, ose çka kom gjeton e mirë për vetëm, se mos më kallëzu dhe tjerve, edhe of course që shfrytëzohet në mënyrë biznesore, po at the same time nuk është që nështë e kam si punë kryesore. Po në përgjithësi mund të themi që është fitimprurse edhe në Kosovë, apo jo? Of course, it is. Për shembull, nëse tregove që është ky presioni i kohës, i krijimit të kontentit, ndodh ndonjëherë që veç nuk je ndoshta në ditën më të mirë për me kriju diçka, edhe prap duhesh. Po, nuk e di pse po kupton që ka shumë. Normal, kriti kena ato ditë tona që nështë s'kena muni mirë, ose na ndodh diçka që ti nuk je gatshme mi tregu që ati personi që hej, mu më ka ndodh që kësë është diçka shumë intime, jotja, po ka kësi det normal, jena njerës, kena ndjenja. Përmende që pa dyshim pushimet shumë, i shfrytëzon ndoshta për me ndryshu ndonjëherë edhe ambient sa i përket reklamimit produkteve, të rrobave të ndryshme, ndoshta është një freski tjetër, kur u thënë. Gjithmonë disa produkteve të përshtaten me ambientin, po foljen ndoshta për beach sets, që janë ato do të më shkundetin, ja më fata. Përgjithësi, kur jemi tek pjesa e udhëtimeve, të pëlqen më shumë kjo pjesa ndoshta me kalu në Bregdet, kjo pjesa e plazheve, apo je ndoshta tip që ki qef në vende më urbane, qytete, me eksploru diçka të re, çka të pëlqen më shumë prej një udhëtimi? Një det tam, kisha dash me konë që tash në dete, edhe mu që me një zhurme në detit, një det tam, okej, kam nevoj me dojnë qytet. Kështu që, se di. Pak atje, pak to. Po në përgjithësi e tregove që ke edhe një punë të përditshme përveç pjesës që merresh me rrjetet sociale, Instagram, TikTok. Si është një ditë e Elsës? Qona në mëngjes, zakonisht vënona për punë. We're girls. Zakonisht vënona për punë, filloj një orar prej orës 9, anë e gjysë. Të 9 e gjysë. Exactly. Edhe e kam gjithmonë një fenere me baj në mëngjes, këqyris që ka me vesh, of course, punoj në zyre edhe këqyri mi u përshtat ambientit, all the time, nështë ta jo me dalë që është në zyre. E kry punën, e shfrytëzoj pauzën, kam kolege që knaqna, më thonë edhe ne kam atë pjesën e jetës nështë ta si 90% tjera. Po, janë ndonjëherë ashtu rrethit më i ngushtë, shoqet për shkak që je gjatë tërkohës, bëma një fotografi, bëma një video, lodhën ndonjëherë për kësaj pjese, apo janë sumo? Po shihet, më tyrë tamen që po. Qëra, mbjan ka njerë e keqë, një thonë, heja, mund është bre. Po, mërë ta bujnë asë është problem, po unë e nina keqë. Dyqysh e ndjej si obligim, se
ata e shojnë si punën, s'këm qaf me i vëlbu punën sa artaljem. Po, me këto brendet tjera që bashkëpunon, ka edhe fusha tjera, apo jo vetëm sa i përket grimit edhe veshjeve, ka edhe shumë brende tjera edhe të fushave tjera me cilët bashkëpunon. Ka, është ushqime, që menaj që është najtë, është këgja femrore, nëse ka me prezentu një ushqim, nëse ka me tentu me maru diçka t'til, s'pëdina i fush tjetër. Përgjithsi, për shkak që edhe ke qenë në botën e televizionit, po të mungan, pse je largu që ka pas diçka që ndërshta Tu konë që në studio me ty, përshoj që këgja po mungan, është ta pjesa e televizionit, o konë një pjesë shumë e bukur e jamja cilën në kom startu, nështë ta s'kom startua si influencer, sa shumë kom startu si moderatore në këtë rast. E du shumë që atë pjesë tamën se më kanë ndimu nështë ta shumë u zhvillu, po nëse me nëjtë e këthimi se di nëse në herë këmë pas këtem, ama për që mungan, po ka gja. Po i shojmë gjatë tërkohës shumë fotografi të bukura këto në ekran, kështu që po i komentojmë disa prej tyre, çka të kujton se cila prej tyre, edhe veshjen, edhe gjithçka. Patjetër. Kjo është një foto në Sun Hill Festival. O konë ata jam më e preferume, o konë Shawn Mendes, i cili ka performu. Ka pas edhe shumë artista atje që kam performu, po enkas që kom shku, kom për Shawn Mendes edhe o konë një foto që onë e shoh shumë colorful, si jam knaqë të për shumë. E ke shiu shumë, a? Definitely. Onë si jam njeri që dalë natën, po për Shawn Mendes të doshtë. Mas jemi të kjo pjesa e festivaleve, veshjet të festivalit, në përgjithësi, si ke pa këtë vetë vajzat, kanë jepë ndoshta kogja shumë effort për vetës sëre, sa i përket veshjeve? Jo në konë shumë nice, nështë ta u konë që kjo stili cowboy, që shumica e femnave janë vesh që shto. One për vete janë vesh shumë thjesht, thash, kur e kom ndru stilin edhe kom kalu ka klasi, tani pak një mesë. Më ka hupë që kja, po e munu mu do ma shumë për festival, a mu ka pas qika që janë do këte për bukur, të isha, oh my god. Në përgjithësi e cike që nuk je shumë tip që del ndërshta mbrëmjeve, ka diçka apo vetë je kështu si tip ndërshta më që shijan me ndaj në shpe, me shiku një film, çka të pëlqen me bo në konë e lirë? Normal, nështë jam lodhë pak për çështës tjetës natës. Nështë po ma shumë e preferoj me dalë me pi një kafe mas punës. I don't know, me pushu në shpe, me këqyr një felja, me këqyr një serial, me hongër diçka mi mbledh shoqni në shpe, dhe pse ata gjithë ma vojnë, po hajde dalim, po jo, hajde tane. Mundet me gjithë këtë mes shoqërisë, nëse dikush nështë bën presion me dalë, dikush me nejnë në shpe? Unë jam pak si tip që nuk kam qafë më aprish qefin. E kom pak kryte fort, edhe shoqnia me dinë që të tanë, nuk është që më aprishin shumë qefin. Në përgjithësi, ke qenë kështu edhe si më e re, ndoshta ajo vajza punëtore që ka me qenë lidere. Ke pas gjithmonë edhe si fëmijë këtë pjesën e karakterit tim? E kom pas, gjithë jam konë e njejta. Jam konë si te pak ma shumë që e kom di vetën, po si lidere në qëtë aspekt. E nështë ta që kjo konë një prej arsyës që kom dash me konë e pambarën prej shumë e re, edhe kom fillu me këqyr pjesën e punës, kom dash me punu, kom dash me pas sanët e mija vetë. Qa jam bërë më një shumë mirë kër e di, hej, vetë e kom marë, qka do që është, edhe pse shumë sanët që i blej tash për vetën tame, më kujtojt vetë jam kër e më konë fmi në shtajt e praj, me që ato sanët e vogla që i blej, po mundona me apletu vetë që, hej, you can do that, edhe pse kom pas për kraja 100% për i prendve, po unë e kom pas vetë, që ato që e kom pas kryte ngritët, i kom thonë vetës, okej, vetë ki qafë me bo, do it. Edhe gjithmonë ke punu për ata, po, që me i bo sot vetë. Exactly, of course. Për i shojmë edhe disa fotografi tjera që masi folim për pushimet. Që të jëmë konë pushem, jëmë konë të knaqë, jëmë konë të shiju, of course, pushem. Je një person që kur jem pushem, ndoshta ke kështu paka shumë si të aranzhume me uzgjoherët, ndoshta me shiju plajën, apo e ke kështu gjitha... Jo, valla qona herët. Me shfridzu ta qona me alarm, mu që herët, me shfridzu, më në asë një sekundë, nësë me mlonë më mikë. Amo jam njeri që, kur shkojmë pushem, kam qef me najtë veç,
ose të bazenat, ose të dete, edhe mos me livrit, që aty me mi pru pjetë. Prej që atë? Nuk kam qef shumë me shetit, mu stilë në përvar. E ceke që në vitin 2019 numri followersave ka qenë krejtësisht ndryshe krahase me sot. Pra ke fillu një herë me Instagram, ke qenë më aktive me Instagram. Pastaj TikTok-o? Po, TikTok-or, qëra, mu nuk më pëlqenë shumë platforma e TikTok-e. Shumë të t'kallëzu, se me t'kallëzu i styët, ose e kohë kërkështjete. Se di që ma shumë i du fotot, se sa videot. Në shta që e kom fillu që ashtë, me mujtë veç në Instagram kisha postu, po okej, na i herë më pëlqenë memes që i bëj vetë në TikTok, edhe si platformë pëlqenë për me hi, po kështu sa i përket honesti account, nuk është që më pëlqenë mas shumë të imbotë që shumë pëlqenë Instagram e platforma, do më thonë Instagramit me postu foto, karosal, whatever, edhe në TikTok ka një herë i postoj dhe foto karosal, veç që është me marra tjesi në Instagram. Po, kështu je person që ndoshta kalon kohë vetë në TikTok, pasi që e dim që e keni pas një periudhë. Kaloj shumë kohë në TikTok, fatkeqësisht. Dyqysh thash, I really like the memes që bëhen TikTok, ma shumë për hajgarë, më duke dyqysh TikToku nuk e ka atë seriositetin 100%, nështë aty këto. Po, ma shumë që to hajgarët knasat. Po, në përgjithësi kemi pa, shpesher kemi dëgju që shumë shpesh komentohet pjesa e rrjetit social TikTok-ut, qoftë ndonjëherë pjesa e live-it, videove të ndryshme, hapësira ndoshta që jepet personave të ndryshëm. Çfarë mendon përgjithësi për rrjetin social TikTok, përveç që vetë e ceke që më rahat ndihesh në Instagram? Po më pyet që shpo mendoj për tjertë, ose për çështjen që tjertë hinë live stream. TikTok-u, po? Unë thash, unë e përdori TikTok-in për me imi këshirë tjetë për vetës kom hi kërë në live. Së më do këtë, së di, vëqë se kom e nuk kërë për me hi live. Tash, unë e knash në aty këshirë tjertë që shë përdorin TikTok-in, që ka postojnë TikTok. Po unë për vete, okej, unë postoj shumë, tash me hi në platformën tam TikTok-it, unë e nështë everyday kam video që postoj. Po, I like it si platformë, po prapë, për tjertë më do këtë shumë nice, për mu kalej ka pjesë e Instagramit. Po, për me kriju një fotografi të bukur, po besoj që është dhe kjo pjesa e shpenzimeve, ndoshta tash nuk po na mjafton vetëm telefoni, aparatet ndryshme, krejt këto, dhe kjo është ndoshta shpenzim për me pru elca një fotografi të bukur, apo jo? Po, normal që ka shpenzime, tesha, ndoshta okej, neve na bin brands, bojna bashkëpunime, po të nështë ta dënë me bledhe diçka për qef tonin që e ke pa, ajo shpenzem, të në me realizu një foto dikon në shpenzem, do është me shku dikon me kërë shpenzem, që the aparatin edhe pësë nësë që e përdore shumë, aparatin, se ti pëse më pëlqenjë fotot me telefon më do kënë ma realiste, po prapë edhe ajo shpenzem, ka shumë shpenzime që tjertë nuk i shojnë edhe menojnë që te okej, dele bën një foto edhe ta cet, apo den është easy, jo, se s'ko me dalë poshtë banesë, më do të me shku një lokacion ma largë, edhe tu e paramendu që Prishtina nuk është që ka shumë vene për foto, ose nështë ta na jena mësu tu i po që ato vene gjithë ditë edhe nuk na do kënë më interesant. Po, of course, do shme udhëtu, do shme shku dikon ma largë, ose nëse do në me shku dikon ma ofër, shkën të rinë Tirani, bëndo foto, rrugë, pësarë në dikon është ta ma nice, po, ka shpenzime. Përmende që personalisht ty të pëlqejnë më shumë fotografit me telefon, më spontane të themi. Për shkak që je shumë afër audiencës sot, mundesh me vrej që ndoshta edhe audienca sot po i pëlqen më shumë qoftë edhe reklamat në mënyrë më spontane, edhe fotografit, edhe videot ka ndryshu? Se ndihen më afër me ty, edhe kur të këqyren mënojnë që okej, jetë të ja shpjegu që atë normal që spontaniteti është gjithmonë më i mirë, edhe për qëta thash edhe për qështjen e fotove për mes telefonit, e bën që aty shpejt, me njerë e postan. është të qysh ma që aty për që aty. është vështirë sot me gjetë një gjutë përbashkët mes influencerës edhe kompanive, bizneseve, të besojnë gjithmonë se si do me realizu elsa mënyrën e marketingut, apo keni kështu një bashkëpunim, ideja të përbashkëta? Qëra gjithmonë një alo brandit më kallëzu çka dënë për arsye se ata gjithë e kanë atë stresin, si të mos bizneset e vogla, e kanë atë stresin, apo dhez, apo ecë mirë. Gjithmonë një alo me shprej, edhe ja bëj, okej, ta shti one si me provoj, po të kallëzaj qka me nice, që duket nice. Edhe, okej, gjithë ma pranojnë pjesën tam, që është ja u thamë, ma besojnë që të pjesë, po së është që kom pas në jarë probleme me brenda
Kështu gjithmonë ma kanë lënë pjesën ta, ma kanë besu, ju ka pëlqy, kanë Me japë rëndësime të komplimente. të knaqë në fund, Of të dy palët. course! Po, je mirë në këtë pjesën e editimit të videove, pasi që kom dëgju shumë shpesh që ndërsa një prej pjesëve më të vështira pas pjesës zgjerimet e kanë këtë pjesën me montu një video, me gjetë një muzikë përshtatshme, me bo një voice-over, që të qoftë. Është... Mu më thojnë, se unë punoj në marketing, mu më thojnë që kam shumë aftësi për montaj, Okej. kështu që nuk e kam hiç problem, te vërknash në ato i montu pjesë të mija. Po, për shkak që tashmë je fytyrë publike, të njohen gjenerata të ndryshme, në përgjithësi kur je ndoshta në rrjetet sociale, sa i përcjell pjesën e komenteve, atyre kritikave, qoftë pozitive, qoftë Komentet krejt i negative. shohem, apëtën veç nësë dikosh rana dhe thot nuk i shoh komentet. Krejt i shohem, se na vi notification, jena në telefon, all the time, që është tash. Ka kritika, kur ka kritika njerës janë të këqyr, nështë ta ka njerë do kritika janë të mira, i këqyre dhe thot, për një me po do këna keqa që ka nëse i kësha bo që të ndryshem. Nështë ta ka kritika që s'kan haber, ka janë të e thonë atë fjallë. Po që, s'po di, ka kritika, veç fjallë të mira s'bën me pas, apëtën krejt një mendim nuk e kena. Why not? Apëtën se cilë e ka mendimin e vetë që është qa ty, ose që ka menon për ty. Ka njerës që ka ndru në shta mendim, si ju kam pëlqy, mas një kohë më kanë shkru vetë, na kanë bo, okej, na ke shku shumë nerva, që tash për na pëlqen. Ndryshojnë njerëzit mendim. Mjaftën me qëndru vetë vetja, dikur kanë me pëlqy. E ceke që tashmë tek pjesa e stilit paka shumë e ke gjetë vetëm, po të mi pa shumë shpesh që ndoshta ndryshon edhe pjesa e flokëve, apo jo? Ke mujt me gjetë vetëm në këtë pjesë, apo i flokë ndryshon? ndryshoj te për shumë. Frizere ku shkoj për me bo flokë të shtërke dhe beqaj e din sarë që kaj, ja bëj, okej, që tash përdu mi ndryshu, më këqyrë, thët, ja bëj bën e veç një fenerem, tani kur dalë, thëm, okej, shqyqër nuk i ndryshova. I ndryshoj flokë te për shpesh, do më thonë, a i bëjt bardha, a i bëjt kafta, a i mbylli pak pit bardhës, a thëm, okej, përdu mi qeli dhe pak, i kom call, krejt. Te sa ke mujtë, ndoshta tash përdo ke shumë bukur. si gjithmonë. Faleminderit shumë edhe te. Ke pas, thot, në përgjithësi në këtë botën e artit, ke qenë gjithmonë, qoftë pjesa e televizionit, muzika, tash pjesa e rrjeteve sociale si influencere. Çka ndoshta të ka bo që prej se cilës me marrë diçka dhe me kriju një imazh tënde? Sa i përket prej çështjes muzikës, nështë është ajo krijimi personalitetit tanë, që e krija një lloj stile që është jote, nështë që ta kom marrë për qasaj pjesa, më shumë. Sa i përket për rrjeteve sociale janë trendet e fundit, cilat i merë dhe i krijan, i bën për vete, edhe i krijan në formatet tua, që është e një, është rahat, është e në qëto. Sa i përket pjesës të moderimet, e kom marrë oratorin që sot jam shumë afër njerëzve dhe e kom shumë atlet me folj me ta direkt, nuk e kom atë tremën prej kamerave, që shë ka ndë njerëz që si kuptoj heq. Të thotë e ki pas gjithmonë pak brenda, apo jo, këtë pjesën? Pas vetë, valor. Pak lindur. Sure banë. Po tash ke ndonjë plan kështu të afër, pasi që është folje dhe për pjesëmarrjen tënde në reality show? Ajo. E prera? Ajo. E shë vetëm ndonjëherë në ndonjë Tashën e format? prap, kam shumë kontrata nështë ta që më penalizojnë që atë pjesë, edhe e kom punën që më penalizojnë apet, edhe së të di sa kësha mujt milion krejt që të anash për me marë pjesë dikon, të e marë parasysh që nëse nuk i kësha pas që to, nështë ta kësha hi, se kësha pas problem. Po të e marë parasysh që e kam një jetë shumë të mirë jashtë, se di. Përmendet që dhe gjatë punës tënde të përditshme, je prap e kishur tek pjesa e marketingut. Për këto vite që je ka ndryshu edhe kjo pjesa e të bërit marketing themi, qoftë edhe të ndoshta kur ke fillu se si e ke prezentu një produkt edhe sot, ka ndryshime në këtë pjesë? Po, gjithmonë, prap po kthejnë atë çështja e trendeve. Gjithmonë do të më ndjek trendet që çdo që të përshtatet, nëse dikush e qatë një budallak të ri, ti do shme ngoma asaj se ka dhez. Kështu që it is what it is. Po marketingu ndryshon, normal. Nuk mund është gjithmonë me kohën e vjetër, nështë ta në kohën e vjetër janë kohën ma shumë që i kam përdorë qëto billboards për me ranë sy, sa di përdorim
TikTokin për me ra ma shumë të sy. Dhe në kanë drubi që është ja reklama dhe ama marketingu, s'ma mërmenja që na herë ka me ra poshtë, s'mun është me bo kur gjo pa marketing lately. E dashur, ishte shumë kënaqësi që të kishim sot në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën edhe për gjithçka që ndave sot me ne. Faleminderit edhe për juve, edhe për ftesën edhe gjithçka. Ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu. Të dashur shikues, e filluam me një bisedë në studio këtë fundjavë, tani është koha të ndjekim rubrikën Beauty me Erisën. Përshëndetje të dashur shikues të Beauty me Erisën, po shpresoj që deri tash keni pas një fundjavë të mbar, e patjetër që kemi mjau rregullu pak me Beauty me Erisën, me produktet e shumta që do i tregojmë sot. Edhe ashtu jemi thuajse në fund të muajit, po shpresoj që pasi që ti merrni pagat, keni me shpenzu pak për grim, krejt ju që keni nevoj për ndonjë produkt të ri. E kësaj radhe nuk kam zgjedhje ekonomike për juve, po janë disa zgjedhje ma të kushtueshme. E kom bo një tutorial të plot, kjo është grimi të cilin e kom sjellë dhe kom përdor vetëm produktet në çmime ma të larta. Pa humbur kohë, ndesheni se cilat produkte i kom përdor dhe si e kom kriju këtë grim. Që disa herë jemi duke bo tutoriale këtu në Beauty me Erisën me produkte ekonomike. E tash i ka ardhur rada me bo një tutorial me produkte ma të kushtueshme. Kryesisht te këto markat e mëdha që jemi mësu me pa kryesisht me veshje, po tash kanë dalë tujtë gjitha edhe me produkte të grimit. Për fondatim po e fillojmë me këtë prej YSL, All Hours Foundation. Kjo hinte ato fondatinat me një çmim goxha të lartë, mirë po sidomos te fondatinat mendoj që ja vlen me investu në produkte që janë ma të kushtueshme, vetëm për faktin që kanë përbërës shumë ma të mirë se sa këto fondatinat e tjera që janë më ekonomike, dhe mendoj që për shkak që kjo është produkti i parë që ka kontakt me lëkurën, është më mirë kur përdorim fondatina që janë pak më të zgjedhuna dhe ingredientet me dëmos i kanë më të zgjedhuna se sa ato fondatinat me çmim më ekonomik. Të ju tregoj cile nuance kam unë. Kjo është nuanca L8. Ndoshta është pak e hapur për preferencat e mia, kështu po përshtatet komplet me tenin e lëkurës, mirë po në përditshmëri preferoj pak me qenë ma e mbyllt fondatina, thjesht në ma dhoni pamje pak ma të errët në lëkurë, sigur kemi qëndru pak në diell, jo shumë nuanca ma të errët, mirë po do e përpunojmë edhe këtë produkt dhe pastaj ja aplikojmë edhe produktet e tjera, si bronzere dhe e bojmë ngrohjen pak të tenit të lëkurës. E ka një aromë shumë karakteristike, kom pa që me shumicën e këtyre fondatinave që janë pak ma të kushtueshme, e ka një aromë. Jo domosdoshmërisht mundet me qenë diçka e mirë, sepse personat që janë më sensitive dhe kanë lëkura më sensitive nuk preferohet me përdor produkte që kanë parfum apo aromë. Mirë po, unë nuk e kam aq sensitive sa të më pengoj parfumi, edhe më pëlqen kështu kur e ka një aromë diçka ma unike, të bën me uni ma mirë, mendoj unë, kur aplikohet, sikur është një produkt pak ma i zgjedhur. Edhe tek pjesa e fondatinave, shumicën e rasteve, mundona me pas fondatina që janë pak ma të mira, pak ma të kushtueshme. Tek të gjitha pjesët e tjera, përveç korektorit, mundem me përdor çka do, diçka edhe ma ekonomike që janë si produkte, po tek fondatina
nuk kam qef me bo kompromis. I preferoj shumë ma shumë këto fondatinat që janë ma të kushtueshme. Si produkt, ndoshta po mundeni me pa që është goxha matë. Shumë pak ka shkëlqim, edhe ka goxha shumë mbulueshmëri. Është një prej atyre fondatinave të reja që ka dalë në treg, mirë po e ka pushtu tregun për shkak që është goxha e mirë, edhe e arsyeton deri diku çmimin e lartë që ka. E përhafa në gjithë fytyrën me aq sa mujta, edhe tash mundemi me vazhdu me një produkt tjetër që është bronzeri i langshëm. Ky është prej Rare Beauty-t, edhe është nuanca Serene, edhe ky bën pjesë të ato produktet jo edhe aq ekonomike, po edhe ky produkt ka goxha shumë mililitra, edhe mundeni me marrë shumë produkt për atë çmim, nuk është që ka mu harxhu shumë shpejt, edhe ka goxha pigment, kështu që nuk është që ju duhet edhe shumë produkt. Edhe në një farë forme, kushton pak ma shumë kur e bleni në fillim, mirë po kam ju zgjatë një kohë shumë ma gjatë ndoshta se sa produktet e tjera. Zakonisht këto janë zonat ku unë e aplikoj për me ngro pak lëkurën, për shkak që po du më përgjithësi me ngro, po e aplikoj edhe shumë pak këto poshtë nofullës. Edhe patjetër që do e shkrim me një brush. Në fillim duket goxha e errët në lëkurë, po sa po fillon edhe përhapet me brush, e merr një nuancë shumë më të mirë. Është një prej atyre produkteve që në përgjithësi nuancat e tjera i ka goxha të ftohta, nuk është që ka shumë nëntone të ngrohta, me idenë që ndoshta mu përdor pak ma shumë si kontur, mirë po kjo nuanca Serene mendoj që është një nuancë kështu ndërmjet të ftohtës edhe të ngrohtës, edhe mundet me funksionu edhe si bronzer. Sidomos për fillestar, ky produkt mundet me qenë shumë i përshtatshëm se është shumë e vështirë me bu gabim me ta. Është shumë e lehtë mu përhap edhe mjafton veç me përdor pak produkt, mos me tepru me sasi, edhe keni me pa që është shumë e lehtë edhe mu përhap edhe mu shkri, nuk të lën shumë hapësirë për me gabu. Po vazhdoj te pjesa e hundës me një brush që është pak më e vogël. Kaq sa i përket edhe konturave. Po vazhdoj direkt me blush, kohëve të fundit po më pëlqen njëherë me bu blush pastaj korrektorin. Edhe po vazhdoj me këto të dyja, njëra është prej Rare Beauty-t, kjo është nuanca Happy, edhe njëra është prej Giorgio Armanit, kjo është nuanca 31. Në përgjithësi i miksoj nuancat e blush, qyshdo që e kam edhe disponimin a ditë edhe qyshdo që du me kombinu grimin, edhe po më pëlqen kohëve të fundit ky kombinim. Për fat të keq, të dyja përfshihen tek ato produktet pak më të kushtueshme, po edhe këto kanë me ju zgjat një kohë goxha të gjatë nëse veç vendosni me i provu. Edhe me një brush e aplikojmë kështu direkt në lëkurë. Do e lë pak produkt ekstra te kjo pjesa e dorës, edhe pasi ta përfundojmë korrektorin edhe pudrën, kam qef me shku edhe një herë me një shtresë të hollë të blush, që me ja rikthy pak atë shkëlqimin lëkurës.
po vazhdoj me korektor. Për korektor do i miksoj këto të dyja, njëra është prej Hourglass, kjo është nuanca numër 6, edhe tjetra është 29 prej Tarte, po i miksoj për shkak që po më duhet me pas këtë kontrastin e nuancave. Kjo prej Hourglass është pak më e errët. E vendosi në përgjithësi në fytyrë, thujse në të gjitha pjesët në qendër të fytyrës, edhe pastaj këtë tjetrin prej Tarte, kjo është pak më i hapun. Do e fokusoj kryesisht këtu në fillim të syrit, që më jep pak një pamje më të hapun pjesës poshtë syve, edhe me një sfungjer e shkrijm produktin. Tash që e kemi shkri korektorin poshtë syve, po vazhdoj me pudër, Easy Break prej Huda Beautyt. Kjo hyn te ato produktet më të kushtueshme, po me të vërtet nuk ka konkurrencë sa i përket pudrave, edhe e kam gjithmonë pjesë të rutinës. Nuancën cilën po e përdori është Cherry Blossom, është një nuancë pembe e lehtë, po i hap shumë këtë pjesën poshtë syve, duken shumë më të ndritur syt. Kryesisht pudrën e fokusoj në qendër të fytyrës. Këto janë zonat ku zakonisht krijon pak më shumë yndyrë. Gjatë ditës. Kurse pjesën tjetër të fytyrës pastaj lehtësisht me një brush e shkrijm këtë pudrën. Para se me vazhdu me hapat e tjerë, po aplikojmë pak setting spray. Më pëlqen me përdor në këtë pikë të grimit, jo vetëm në fund, për shkak që tash krejt të pudrat që i vendosëm në fytyrë, po du me pas lëkura një pamje ma natyrale, dhe kjo i ndihmon pak me ushkri, edhe i fikson në vend edhe i ndihmon pak me ushkri. Pastaj vazhdoj sipër me blush që me largu pak atë pamjen shumë të pudrosur të fytyrës, nuk po më pëlqen me pas edhe fytyrën shumë matë, mirë po pudrën e kam një pjesë të domosdoshme të rutinës së grimit, siç duheni me pas edhe ju, për shkak që është thujse e pamundur me qëndru grimi për një kohë më të gjatë nëse nuk vendos një pudër. Po nëse si unë, edhe ju nuk e pëlqeni pamjen e një fytyre me shumë pudër, atëherë sugjeroj që me përdor një setting spray ose setting mask. Unë sot do e përdori këtë prej Charlotte Tilbury, që është Airbrush Flawless Filter. Ky hyn tek ato sprejat për fytyrë që janë pak më të kushtueshëm, mirë po me të vërtet e ndihmon grimin me qëndru një kohë shumë më gjatë edhe e bën mu do lëkurën pak më natyral. Do thoja që e preferoj më shumë për lëkurat më të yndyrshme, se ka atë tendencën pak me kriju një farë lloj tendosje në lëkurë nëse veç e keni lëkurën e thatë. Shkojmë edhe një herë me të njëjtin blush që e vendosëm më herët, veç e vendosim sipër. I rikthehet edhe një herë shkëlqimi i lëkurës. Edhe tash mundemi me vazhdu me pjesën e syve. Si fillim do e përdori një produkt për mi ngri vetullat. Në këtë pjesë nuk kam ndonjë produkt që është më i kushtueshëm, po ky është një produkt i ri
që e kom provu së fundmi, që po më pëlqen shumë, është Super Lock prej Maybelline. Edhe i krehim vetullat me këtë produkt, edhe i fikson në vend, edhe i bën më dok shumë natyrale. Po vazhdojmë direkt me pjesën e syve, njëherë aplikojmë pak korrektor që me na qëndru grimi pak ma gjatë, edhe shkrimi një brush. Për pjesën e syve do vazhdojmë me paletën prej Natasha Denona. Kjo është një prej atyre brendeve që njihet për një çmim pak më të lartë, mirë po nuk bëni fare kompromis tek pjesa e kualitetit. Madje në fillim kur ka dalë në treg, paletat e saj kanë kushtu shumë ma shumë se sa disa nga paletat e saj të fundit, mirë po e ka zvoglu pak numrin e nuancave që janë në secilin palet që mi bu pak ma ekonomike për të tjerët. Po kuptohet prap se prap mbetet tek ato çmimet pak ma të larta, po me të vërtet janë disa prej hijeve ma të mira në treg. Kushtojnë pak më shumë, mirë po merrni një produkt shumë kualitativ. Edhe kanë pigment, edhe ju zgjasin një kohë shumë ma gjatë, edhe Natasha është vetë make-up artist edhe e kupton këtë pjesën e nuancave dhe kombinimit të nuancave në paleta. Në përgjithësi ka disa nuanca shumë të bukura, qoftë për grime ma të përditshme, qoftë për grime pak ma të rënduara, edhe më pëlqejnë shumë qyshi bën këto kombinime dhe patjetër që hynte ajo lista e produkteve me çmime pak ma të larta, po që i avlen me i pas në koleksionin e juj. Në fillim po e shkri thjesht një nuancë si kafe, pak në pjeshk, për gjatë gjithë kapakut të syrit. Edhe pastaj do bëjmë një grim pak më ndryshe kësaj radhe, po e marr një nuancë si pjeshk, edhe po e vendosi në këtë pjesën e zbrazët. Mendoj që këtë kombinimi nuancave shkon shumë bukur me sytë në ngjyrë kafe, i thekson shumë. Edhe lidhet pastaj edhe me pjesën e blush. Më pëlqen që është del zakonisht i grim. Po vazhdojmë me një laps për sy. Këtë laps për sy realisht po besoj kushdo që na përcjell rregullisht e ka pa shumë herë, është prej Saint Laurent, edhe ky përfshihet në çmimin goxha të lartë të produkteve. Nëse nuk gaboj është dikun 40 ose 40 e diçka euro, edhe nëse e krahasoj me lapsa për sy që ndoshta kushtojnë 1 euro, mundeni me llogarit që për 40 euro një laps mundeni me marr 40 lapsa të zi prej një brendi tjetër, po me të vërtet është një produkt shumë i mirë. Përveç që kuptohet e mban markën pak ma të shtrenjtë në vete, është një produkt që e ka edhe një brush të vetëm, pra për këtë çmim e merrni edhe një brush që kuptohet e përdorni për me shkrit produktin, po jo domosdoshmërisht mundeni me përdorë edhe për çka do tjetër në grim. Edhe pastaj lapsi është shumë i shkreft, e ka një nuancë tamam të zezë. Lapsat për sy e kom pa që ata që nuk janë edhe shumë të kushtueshëm kanë një tendencë me jep një fanëntoni si ngjyrë hiri kur shkrihen, edhe mos me qëndru shumë gjatë ditës, ose me lëviz, ose mos me qenë shumë kremoz, pastaj me qenë ma e vështirë me u shkri. Ky produkt i ka krejt të kundërtat, plus është
rezistent ndaj ujit. Mendoj që është një prej atyre produkteve të kushtueshme, po që ja vlen, sidomos dikush prej juve që ka preferencë është ta me bo një grem ma të rëndume edhe në përditshmëri edhe kur del në mbrëmje, ose ju pëlqen me bo atë vijën e zezë në sy. Kjo është një prej atyre produkteve që shndron shumë më gjatë se sa shumë produkte të tjera ekonomike që kam testu. Do e përdorim sot për me kriju një liner të lehtë. Do e krijoj një liner shumë të butë përgjatë shumicës kapakut të syrit. Pastaj do e shkrim me brush edhe do e vendosim edhe një nuancë ngjyrë kafe sipër. Kjo është një prej atyre teknikave që po më pëlqen shumë sfundmi. Nuk keni nevojë me qenë shumë precez në aplikimin e linerit, mjafton me qenë sa më afër me pjesën e çerpikëve. Edhe shkrim gradualisht me brush. Edhe ky është një prej atyre produkteve që është goxha i përshtatshëm edhe për fillestar, për shkak që është kaq i shkrift edhe lehtë me punu me të. Shumë lehtë edhe shkrihet edhe. Duket bukur pastaj rezultati. Kështu po duket lineri pasi e kemi shkri, po e bëj të njëjtën gjë në syrin tjetër edhe pastaj vazhdoj me hijet për sy. Po vazhdojmë me një hije ngjyrë kafe. Edhe shkrim këtë linerin që sapo e kriju. Po vazhdoj me pjesën e maskarës, si fillim I kthejmë pak çerpikt. Për maskarë, po vazhdoj me L'Oreal Paradise Waterproof. Me të vërtetë kjo maskarë nuk ka për mu konkurencë. Kom provu shumë maskara të tjera që kanë çmime shumë të larta si Lancome, YSL e shumë të tjera, po kjo mbetet e preferuara jam edhe asnjëherë nuk e preferoj me dal jashta rutinës tek pjesa e çerpikëve, sepse e di që çfarëdo produkti tjetër ta provoj nuk ma jap rezultatin e njëjtë. Po shpresoj që është një prej atyre maskarave që ka me qëndru në treg për një kohë shumë gjatë, se me të vërtet do e kisha shumë probleme gjetë një tjetër maskarë që pëlqen aq shumë sa kjo.
derisa të thahet pak maskara dhe kisha vazhdu me disa qërpik individual thjesht për me plotësu pjesën e syve, po vazhdoj me këtë highlighterin prej House Labs. Edhe kë përfshihet tek ato produktet më të kushtueshme, po me të vërtet është një produkt që e kom përdor shumë këtë sezon, se i jep lëkurës një shkëlqim pa krahasueshëm, do thoja unë. Nuk e prish fare bazën e grimit, grimi ka me qëndru në vend gjatë gjithë ditës, po i jep atë shkëlqimin sikur e kemi lëkurën shumë të hidratume. Ai shkëlqimi si pasqyrë, që me të vërtet e pëlqej shumë, si në përditshmëri duket shumë bukur, po edhe në kamere, gjithçka tjetër. Po aplikoj shumë pak prej këtij produkti edhe tek pjesa e syve, për mi u dhënë edhe syve një shkëlqim, edhe shumë pak tek pjesa e hundës. Po mundona me një brush, që është më e vogël, me apliku pak prej këtij produktit edhe këtu te kjo zona në fillim të syrit, mendoj që jep një pamje më të bukur pjesës së syve. Po vazhdoj me disa qërpik individual, them prej Flutter Cosmetics edhe është modeli OMG. Oh my god. Janë qërpik individual që e kanë ngjitsin e vetë, po këta janë në ngjyrë kafe, duken pak më natyral në sy, edhe thjesht i aplikojmë disa fije, kështu me njerë poshtë qërpikve ta natyral. I aplikojmë kështu disa fije poshtë qërpikve tanë natyral. Janë shumë të lehtë edhe mu apliku, edhe duken shumë bukur kështu si qërpik për mi apliku gjatë ditës. E përfundum pjesën e syve. Këta janë ata qërpik që me të vërtet e plotësojnë shumë pjesën e grimit edhe duken shumë natyral. Pjesa e preferume për mu është që aplikohen poshtë qërpikve natyral edhe pastaj kur shishoni poshtë nuk vrehet fare ajo vija e ngjitsit apo ku i ke apliku qërpikt, edhe munden mu dok shumë më natyral sesa këta qërpikët e tjerë falso që aplikohen si për qërpikve natyral. Pjesa e fundit është pjesa e buzëve. Për buzë do e përdorim këtë lapsin prej MAC që quhet Spice. Ndoshta fillimisht do e nisi me këtë contour stain, lip contour stain prej Huda Beauty't. Kjo është një prej atyre produkteve që përdoret, unë zakonisht po e përdori si bazë para se me bo lajnerin, se me të vërtet pastaj po më zgjas shumë lajneri gjatë ditës. Kaq sa i përket këtij produkti, pasi që të thahet, ka me qëndru në buzë për një kohë shumë të gjatë. E nëse vendosim edhe laps pastaj sipër, ka me qëndru shumë më gjatë sesa nëse vendosim direkt lapsin. Të dyja produktet hinte ajo kategoria e produkteve
me çmim më të lartë, edhe MAC, edhe kjo prej Huda Beautyt, po MAC mendoj që është një prej atyre brendeve që ka lapsa të buzëve që ja vlen, po në përgjithësi sa i përket kategorisë lapsave për buzë, mendoj që nuk ja vlen me shpenzu shumë në produkte që nuk janë edhe shumë ekonomike. Sado që është i mirë ky produkti prej MAC, mendoj që ka pafund lapsa të tjerë të buzëve me një çmim shumë herë më ekonomik që e bojnë punën e njëjtë mos edhe më të mirë. Sidoqoftë, po vazhdoj me Spice prej MAC. Kaq sa i përket aplikimit, po vazhdojmë me një buzëkuq. Ky është gjithashtu prej YSL, nuanca 150. Dua Lipa ka qenë fytyrë e këtyre produkteve, edhe janë goxha të kushtueshme, po me të vërtet janë shumë të bukura, qoftë prej paketimit, është kënaqësi me pas një produkt të tillë në çantën e juaj të grimit, po edhe prej kualitetit. Nuanca ishte 150, ka një nuancë të lehtë pink. Ky produkt veç e ka një shkëlqim të vetin, po aplikojmë edhe këtë tjetrin shkëlqim gjithashtu prej YSL. Kjo është nuanca 05. Kjo është një nuancë pak ma portokalli, mirë po i ka pak ata ingredientet për me ta kriju një buzë pak ma të fryrë, e ndjem pak sikur një djegje të lehtë, që tash po preferohet shumë tek pjesa e shkëlqyesve për buzë, po si kombinim mendoj që shkojnë shumë. Edhe kaq sa i përket këtij grimit me produkte jo ekonomike, të themi, ose me markat e fundit botërore sa i përket grimit. Pak a shumë mundeni me kalkulu ndoshta çmimin e gjithë këtij tutoriali, ndoshta nuk do i sugjeroja mi përdor të gjitha një herësh, po janë disa prej këtyre produkteve që me të vërtet ja vlen mi pas në rutinën e juaj edhe e bojnë një dallim sa i përket grimit. Po besoj që në kamerë mundet me u përkthy goxha mirë edhe pjesa e bazës që ka dalë mendoj shumë bukur. Është goxha vështirë me produkte ekonomike me rikriju një bazë të tillë që me të vërtet duket sikur ke vendos një filter edhe në jetën reale. Faleminderit që na ndoqët deri tash këtu në Beauty me Erisën. Si gjithherë kemi materiale të shumta që i përgatitim për juve çdo fundjavë. Vazhdoni më na ndjek. E falenderojmë Ujrugove që është pjesë e emisionit fundjavë. Ujrugove padyshim që është porosia më e shpeshtë brenda familjes, nga malet e Rrugovës drejt e në familjet e juaja. Tani mund ta gjeni edhe në shishën e re Rrugove Sport me 0.75 litra për sport e shnet. Dizajnuar për ata që japin maksimumin dhe kërkojnë më shumë nga uji i tyre i përditshëm. Më shumë sasi, më shumë energji, më shumë freski. Do shkëputemi vetëm për disa minuta marketing, vazhdoni të qëndroni me ne. Sot, tradita vazhdojnë. Produkte 100% natyrale. Rrugove. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Duke shpresuar se po shqyroni me emisionin fundjavë në këtë të diel, tani është koha të ndjekim rubrikën Ferm të përgatitur nga Edi Smajli.
Në hijen e pemëve të arrave, ku era lëkun gjethet dhe natyra e qetëson shpirtin, rritet një pasuri e madhe dhe një tokë plot me arra. Kjo është historia e Bashkim Gashit, një burr që nuk la rastësinë, por punën dhe përkushtimin ta ndryshoi jetën e tij. Ai mbolli tokën dhe toka po i kthen frytet me bëllëk. Unë jam Bashkim Gashi, jam prej komunës Vërshës, fshati Bukash. Me këtë kulturë kam fillu me u marë që 8 vjetë. Fillimisht, do me thënë viti 2017, ka qenë viti i parë në cilin i kam billë fidanet e para. Fidanet i takojnë llojit Chandler, që është do me thënë fidani importuar prej Turqisë. Edhe kemi startu, kemi dyshu pakën to për arsye se ka qenë një kulturë e re, nuk janë si arrat tona tradicionale, do me thënë është një kulturë e re edhe nuk e kemi ditë a ka me mujtë me u përshtat klimës tonë që ky lloj arrës Chandler. Mirë, për fatin tonë, edhe si kulturë e re, ne jemi mundu me bo punën tonë, natyra e ka bo punën e vetë, klima e ka bo punën e vetë, edhe na kemi pas fat që kemi qillu fiksën një lloj të fidanit i cili ka sukses, edhe tash pas vitit 8 ne shohim që është shumë i suksesshëm, ka edhe prodhimtari të mirë, ka edhe qëndrueshmëri, edhe zakonisht vegetacioni ky e fillon ma vonë se fidanet ose pemt arrat tradicionale që kemi na në Kosovë, që do me thoni rrugët ngricave. Rreshtat e arrave që bashkimi ka mbjell me kujdes shtrihen larg, duke treguar për gjithë punën që ka bërë me durim gjatë viteve. Unë fillimisht nuk e kom nisë për shkak traditë, se nuk kemi pas në traditën mbjelljen të pemëve, po realisht kom dash me bo një bërim alternativ gjenerimit të ardhrave. Për arsye se unë kom punu një biznes familjar dhe punoj ende në një market e menaxhoj, kështu që kom dash me gjeneru të ardhna për një punë tjetër. Edhe kam hulumtu. Fillimisht kom dash me provu me mjedra, po në kohën kur kam fillu mjedra, do me thonë ka qeni varkohe që realisht njerëzit nuk janë dashur të knaqen edhe në konsultim me shok edhe meq, kam startu me fidanet të arrës. Edhe kemi marrë arrat, këtu i kam afër 200 fidanet të arrës, që është viti 8 vegetativ. Do thonë që veç u bën 4 vjetë që kom hinë prodhim. Do thonë këto fillojnë me hinë prodhim prej vitit 4, jo në atë kapacitetin e plot, mirë po vite për vite vjen të ushtu edhe të multiplifikue prodhimi tyne. Kështu që si vjetë është piku i prodhimit për vitin e 8. Do me thonë kam prodhim shumë të mirë dhe janë shumë suksesshme deri më tani. Plantacioni i tij nuk është thjesht një vend ku kultivohen arra, por një shembull se si bujqësia mund të bëhet në harmoni me natyrën dhe me teknika moderne. Çdo hap e kemi përcjell për fatin ton, e kemi pas profesorin e Fakultetit të Bujqësisë Vaj Davdiun, me cilin kemi bashkëpunuar vazhdimisht, edhe si shoqat, po edhe si fermer. Se njëkohësisht unë jam edhe themeluesi i shoqatës kultivuesve të arrës në nivel të Kosovës, me 4 shok që jemi të regioneve të Prishtinës, Dugaxhinit edhe të Pejës, nëse pjesa e Pejës në tonë, 2 janë. Kështu që na e kemi pas si sfidë se si ka me shku e rritja, si kanë me u adaptu tonë klimën tonë, mirë po për fat, profesori Vahed edhe me studentat e vetë, i kemi përcjell dikun vitin e parë, 2 dhe 3, e kemi përcjell edhe rritjen sa po shkon për vjetë, që me ditë a ka me pas sukses ky lloj i fidane ajo. Kështu që definitivisht ka qenë sfidë, po me ndihmën e profesorëve, me ndihmën e këshillave të tyne, na kemi arritur dhe kemi po që realisht kjo kulturë ka me pas sukses dhe ka sukses. Tash, sa për informacionin tuaj edhe të shikuesve që na shikojnë neve, është dikun afër prej vitit 2015 deri më tani, sipas shënimeve që i kemi ne si shoqat, janë të mbjellura afër 1500 hektar, do me thënë prej qasaj kohe që janë mbjell me qëtë kulturë të arrës në Kosovë. Do me thënë është baja gjeni kthese madhe në kulturën e arrës për Kosovë. Thjesht në të ardhmen, që ose vazhdojnë që këtë trend mundemi më u bo edhe kogja një farë faktori për prodhimin e arrës. Dita e bashkimit nis shumë herët. Ai kushton shumë kujdes arrave dhe nuk lodhet kurrë nga kjo punë.
Na, kër e kemi di këshillën e partë profesorit, kër na ka thonë, janë 3 kushte që duhet me i plotësue për me mbjell arën, na kemi prit me ditë cilat janë kushte. Aje ka përmen kushtin e parë, ka thonë duhet me kanë uje, i dyti uje, i treti uje. Që do me thonë, fermerët e ri, që tentojnë me mbjell arë, edhe me u marrë me kulturën e arës, duhet me pas parasysh që të fakt. Në qoftë se nuk kanë ujë, mos tentojnë me mbjell arë. Për arsye se zakonisht tokat cilat kanë probleme me ujin, është telashe shumë e madhe me u zhvillue ara. Kërkojnë ujë, se cilin vetë vegetativ këtyni ushtohet kërkesa për ujë. Kështu që ajo ka qeni pej sfidave, plus tani janë sfidat edhe kualitetit tokës. Mirë, për sfidat qoftë ne kemi bo analizat e tokës, në bazë pH-s që kemi bo, ka dalë që tokat janë të përshtatshme. Mirë po, në vendin tim ku jemi na, plantacionin tim, është tokë i themi na smonicë, kështu që është pak e zoshme, po për kundër fakt që unë e ka mujtë balshëm, do të thonë unë arri me kultivu e taman, se për dryshet që ose me qenë kjo plantacion dikun ku ka problem me ujë, atër kish me qenë gati thuja pa mësh me kultivu ara. Me një sistem të organizuar mbjelljeje, ujitjeje dhe mirëmbajtjeje, ky plantacion është të kthyer në një model për buqësinë moderne në rajon. Kto e kanë vegetacionin si kur gjitha penë tjera, kjo fillon dikon parafërsisht vegetacioni tyne fillon dikon ka muj mars ose prill, varësisht do me thonë që këtë vet për fat ju ka nik ngricave për shkak një ftoftit që ka marrë një 4-5 ditë dhe ju ka nik ngricave dhe vegetacioni tyne ka fillu gati në mujin prill. Do me thonë edhe kemi pas sukses edhe kemi pas fat që nuk e ka dëmtu. Për shembull, kemi një sort, sa për informacionin tuaj më të qaru, kjo është polenizus, e i takon një familjes tjetër. Kjo zhvillimin e vegetacionit e ka ma të hershëm se ajo që është mrapa teje. Edhe tash do me thonë mune me pa qëto, që kjo nuk e ka asë një frut. Për arsye se qarkullimi i langjeve në të ka fillua ma heret. Edhe tash kur ka marrë ftoftit e madhë, atër e ka ngri edhe ka dëmtu edhe kjo nuk ka mujt me vegetu as me bo asë një frut. Dërsa ajo prapa teje, e cilën e kemi, ajo do me thonë ka startu me vegetacion në kohën e dur, edhe është përplot me fruta. Që do me thonë, edhe ajo ka ndikim shumë të madh që përmenda ma herët lloje ose sorta. Shpresat e tij për të ardhmën e kësaj veprimtarie janë pozitive. Ai beson se arrat e tij do të sillin fryte edhe në të ardhmen. Temperatura deri në -1 e dëmton shumë, që për shembull te pemt e tjera nuk është. Kjo e kanë atë limitin e kanë pak ma të gjonë, kumbulla e ka ma të gjonë, mirë po te ara më zgavoj -1 e shkatron komplet mundet me shkatu prodhimin. Plus tani janë dëmtusit si që është era, janë dëmtusit tjerë, janë besa dëmtusit e verës, cilët për shembull ka llojes krimbave të ndryshëm, cilët e dëmtojnë ato sythat e vegjël. Mirë po tash neve na u ka shtu edhe një problem me, si që përmenet i maherë si vetë ka pas temperaturat larta, na u ka shtu edhe një telashe për mbrojtjen nga djegja e diellit. Si që po e sheni, kjo është gëlqere, cilën deri më tani në Kosovë ose në pjesën e Ballkanit nuk është përdorur shumë, mirë po tash është e pashmangshme përdorimi i saj. Kjo në për plantacionet për Bullgari, Turqia, kjo ka fillu veç që 10 vite mu përdorë. Dhe na përdoret për shkak tash kjo me mbrojt pej djegjes diellit. Dielli e djeg sikur me qenë në plak të shporetit e djeg frutin, qofse ti ja ekspozon pa qëtë mbrojtje. Që do me thonë tash na kemi fillue me mbrojt edhe prej kësaj djegjes. Kjo do me thonë na u ka shtu edhe si barë shtes në prodhimtarës. Bashkimi beson se arrat do të vazhdojnë të japin fryte për shumë vite. Ai thot se kjo është veprimtaria që e bën të ndihet rehat dhe i plotësuar dhe do të vazhdoj ta bëj me dashuri. Unë kam mendu para 3 ose 4 vjetëve, kam mendu shumë me rritë si përfaqen. Mirë po të pas parasysh, mas pari, që në mbështetja institucionale, kohëve të funit për çudi,
ka ndaj fermerve. Për shembull, unë po flas më së pari se së pari po nisem prej komunës time. Janë afër 50 hektar arë komunën e Vushtresë, edhe asnjë investim, asnjë ndihmë nuk ju ka dhënë fermerëve të Vushtresë për kultivimin e arës. Domethënë, na nuk e kemi hetu që 3 ose 4 vjet, nuk po di sakt, nuk e kemi hetu dorën e shtetit. Subvencionet që marrim prej qeverisë, domethënë pagesa direkte ato janë, i marrim normalisht, sikur që i marrin të gjithë tjerët, mirë po ato nuk mjaftojnë, për shembull për hektar të arës është dikun 504 euro, po në cilën për shembull ti as 20% shpenzime që më shkojnë mu për këto nuk i mbulan ajo. Që do me thonë, realisht në bazë që tyne trendeve, na kemi me konë detyru me mbajt që të plantacioni që i kemi e përritin e ma shumë, beso që nuk po mundemi me mendu, për arsye se nuk i kemi fuqin, thjesht duhen na me mendu vetë me mbajt si përfaqen që i kemi. Është koha të falenderojmë një ndër partnerët e emisionit fundjavë, shkollën finlandeze, e cila së fundmi është zgjedhur një nga 10 shkollat më të mira në botë sipas World's Best School Prizes, duke vendosur atë në mesin e shkollave më inovative në glob. Në mesin e mira shkollave kudo në botë, shkolla finlandeze ka arritur të tërheqë vëmendjen në arenë ndërkombëtare, duke u përzgjedhur një nga 10 shkollat më të mira në rrezullin toksor, duke ndryshuar tërësisht edukimin në Kosovë me standardet më të larta ndërkombëtare. Duke qenë vetmja shkollë në vend, e cila pasqyrohet në CNN për praktikat më të mira të edukimit dhe metodologjin kreative të mësuarit, shkolla integron standardet ndërkombëtare të arsimit, duke ofruar një përvojë mësimore gjithëpërfshirëse. Kjo është shkolla finlandeze, inovacion botror, kënaqëri kombëtare dhe tani një nga më të mirat në botë. Regjistrimet mbyllen së shpejti, kështu që kontaktoni në 045 235 650. Jemi me emisionin fundjavë miq të dashur, po vazhdojmë tutje me një tjetër bisedë këtu në studio, ku si shpesh herë kam të ftuara zonja nga profesione të ndryshme, të cilat na tregojnë shumë çka nga jeta e tyre, e një zonjë të tillë e kam të ftuar edhe sot bashkë me mua Medina Kabashi. Medina, mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën, nderi është i imi, mirë se u gjeta. Si po ecin këto ditë për juve? Mirë, faleminderit, me angazhime, me punë, obligime, po kryesisht mirë që janë. Për të arritur deri tek krejt këto angazhime, punë të përditshme që mund të jenë edhe të lodhshme, po janë diçka që ju përmbushin, po besoj keni kaluar në faza të ndryshme të jetës, apo jo? Sigurisht, faza të ndryshme të jetës, po secila e dobishme në mënyrën e vet, secila jep mësimin në mënyrën e vet, edhe të vështira apo të lehta asnjëra nuk janë për të fshi ndoshta nga e kaluara, se secila e ka pas atë efektin ton pozitiv që të krijohemi persona që jemi sot. Fatmirësisht, po si e kujton atë pjesën e fëmijërisë, jeni rritur në bukuritë e fshatit Istogut, apo jo? Po, jam rritur në një fshat afër Istogut. Duke filluar nga bukuritë e Istokut, siç e përmendë ti, ari pastër, malet, fushat e të tjerë, të gjitha këto të japin ty një ndjenjë të lirisë në fakt. Edhe mendoj që pikërisht kjo jeta në fshat më ka mësuar me i vlerësu gjërat të thjeshta. Edhe e gjithë kjo reflekton ose ndikon në vlerësimin e disa gjërave që kemi sot, si për shembull respekti, puna, përkushtimi e kështu me radhë. Po, çka të mungon ndërsa prej asaj kohe, ceke që ajo bukuria, ajri ka qenë ndërsa një shqetësi tjetër shpirtërore krahasuar me sot jeta më e shpejtë, jeta më dinamike. Janë disa gjëra, elemente që të mungojnë për asaj kohe. Disi, kur mendoj për atë kohë, fillimisht mbjen mend mungesa e stresit, domethënë, se ka qenë jashtëzakonisht periudhë qetë sigurisht, edhe për shkak se isha në periudhën e fëmijërisë, po në fakt koha ishte ndryshe
ndryshe, vendi, jeta në fshat edhe dinamika pak më e qetë, do më thonë s'ka qenë jeta aq dinamike si kur sot, edhe kishim një fëmijëri të mirë, të qetë, edukative, po edhe familjare, do më thonë, edhe po çka tjetër më mungon, pikërisht këto që i ceka, edhe nuk mund të them që nuk i jetojmë edhe sot. Ne i jetojmë ato edhe sot, sepse kalojmë fundjavat, prapë ne kthehemi në fshatin ton, tu mundu me rikuperu veten prej gjithë kësaj dinamike gjatë javës që e marrin dhe këtij stresi që e përjetojmë prej angazhimeve të përditshme, prapë në fund kthehemi në fshat për me u shëru prej gjithë këtyne angazhimeve. Pra, prap një fundjavë ideale për juve është ajo në fshat, ajo qetësia e fshatit, a? Shumicën e rasteve po, shumicën e rasteve shkojmë në fshat. Atje i kam prindrit edhe atje me njëherë tash ti që e pëllidhna prapë me fëmijërinë, bëhem bashkë vëllezërit e motrat e fëmijët e të gjithë, se gjatë javës është shumë problem, edhe jemi shpërndan në fakt, në vend të ndryshme jetojmë secili, kemi obligime të ndryshme, është vështirë me u pa, me u taku, kështu që i kemi fundjavat më shumë familjare, që takuemi me familjen, edhe kryesisht pikën e tubimit e kemi në fshat të prindrit tonë. Tash ndodh her pas here që me u taku ose edhe në ndonjë qytet tjetër, bile mu për veti shumë merr mallit, themi, kur e kam një javë shumë të angazhume, pak edhe më mbyll të shtëpia jam, edhe të them drejtën ka nevojë njeriu për vetminë e vet, për qetësinë e vet, që s'do me thonë që tjetri ta pengon, po pak me u mbyll, pak me u izolu, pak mendja me u rikuperu prej gjithë këtyre vrapimeve që i kemi gjatë gjithë javës. Po, për shkak që përmendëm fëmijërinë, qysh në fëmijëri keni jep shumë rëndësi pjesës së arsimimit dhe edukimit, apo jo? Po, sigurisht. Shikoj si nxënëse kam qenë nxënëse e mirë. Nuk do të thoja diçka ku me ditë sa e dalluar e diçka, për një nxënëse e mirë, unë edhe si person deri vonë kam qenë ashtu, edhe si fëmijë kam qenë pak më e ndrojtur, kisha sukses, merrja nota të mira, po kur s'kam bërë kështu za ose buj për atë punën që po bëj. Edhe kjo në fakt ka vazhdu edhe si e rritur, në fakt kur kam fitu qapo di punë, projektet ndryshme, gjitha ato janë bon heshtje. Në fakt edhe më pëlqen edhe tash ashtu vazhdoj, zakonisht rezultatin e tregoj veç masi kryet gjithçka, jo paraprakisht, se nuk e di, më pëlqen pak me mbajt se nuk di gjërat a bohen, as bohen që shkon puna, edhe s'kam qef me jep buj para kohës, do me thonë, kështu që edhe si nxënëse i kam arrit, sigurisht kam qenë nxënëse shkëlqyshme, po pak më në heshtje. Këtu ka ndiku, se di nëse duhet të përmend edhe familja, definitivisht, se në familjen tonë s'ka pas opcion tjetër në fakt, që ashtu jemi rrit. Në atë mënyrë jemi rrit tu mendu gjithmonë që dush me pas notat e mira, dush me përzgjedh një prej shkollave të mesme më të mira, edhe fakulteti nuk diskutohet a shkoj a nuk shkoj. Kjo është, do me thonë, kjo nën kuptohet, bile s'është diskutu apo do me shku, vetëm çka po do me shku, çka po do me studiu. Kështu që unë mendoj që kjo fryma në familje në fakt më ka ndihmu shumë te pjesa e arsimit. Keni pas përkrajen gjithmonë edhe në aspektin akademik që e përmendet, po kam pas ndonjë këshill apo ndonjë ide që ju kanë orientu pak a shumë prindërit për ndonjë drejtim qoftë juve, vllaut, motrës, kujt e qoftë familje? Të them të drejtën, unë kam pas pak më pak, s'do kisha thënë këshilla apo ndikim, ndoshta te përzgjedhja për shkak që jam fëmia i katërt. Edhe prindërit kanë kriju mjaft përvojë me fëmijët e tjerë. Se po, përndryshe sigurisht secili prind, edhe ne sot shkojmë të mendu se cila kish qenë zgjidhja më e mirë për fëmijën tonë. Çka ky ish dasht me studiu, në cilën fushë ish dasht me u drejtu, që thjesht jeta e tij me u lehtësu në të ardhmen. Mirë, po ma merr mendja që një gjë her pas here e harrojmë, që çdo punë e cila bëhet pa dëshirë, nuk ka sukses, le të jetë profesioni më i mirë në botë. Edhe ka punë që në fakt ty nuk të jap përshtypjen që kish mujt me kanë e suksesshme, por kur ai person e bën me vullnet e me dëshirën e vet, ai gjithsesi ka me pas rezultate edhe ka me pas sukses në profesionin e tij. Unë për veti në përzgjedhjen time nuk kam pas aq ndikim te përzgjedhja, kam pas liri, domethënë prindërve, aty ku ti je veten,
aty edhe mundesh me vazhdu. Ku e ka pa Medina vetëm pastaj në vitet e fakultetit? Fillimisht, përgjigjen për fakultet e kam pa krejt në fund të shkollës mesme, në fund gjimnazit. Gjatë gjithë kohës kam shku në kurs matematikës, të mendu që do studioj arkitektur. Në fakt, arkitekt është vllau edhe nuk e di thjesht puna që aje bëj ke mund pëlqejke shumë, isha e mirë edhe me vizatim edhe me matematik. Po, e di si sa shumë ndikon një mësimdhënë, se në fakt edhe kjo ndikoj edhe te on, se vitin e fundit shkollës mesme neve na vjen një arsimtar i gjuhës angleze, i cili e nëzorin pah një hurin të me gjuhës angleze që unë nuk e kisha pas ditë që e kam. Në fakt edhe, kur unë u përgjithësha naj pytje, ose thjesht u pytësha, ose bëja test, a e bëj ka atë shumë wow, që ka po bën ti, edhe kjo mu, ma shtinin qef gjuhën angleze, edhe aty fillova të mendoj. Jëm e knashtë shumë me vendimin tem, se qysh e posh më pas vetën që se cili person duhet me zgjedh, unë mendoj atë fushën e të cilin tashmë e ka një bazë të fortë. Se unë e mendoj isha arkitektura okej, po nuk është që disha diçka në arkitekturë, disha me vizatu, disha matematik, arkitektura është ma shumë se aq. Edhe në fakt, kur e mendoj isha, thojsha, po une nëse shkoj në fakultet të arkitekturës, ndoshta 2 fish, a 3 fish ma shumë, ka me u dasht me punu, në atë drejtim, për me u zhvillu edhe me arrit në shkollën që unë du, krasi me gjuhën angleze. Kështu që pse nuk shkojën e të gjuhë angleze, edhe ashtu po më pëlqejka, më tregoj profesori, që tashmë vetë se kam dhe më thonë një bazë të mirë dhe muj me u avancu tutje. Pra një mësimdhënës i mirë ka pas ndoshta arsye që me mendu sakt se ku përdoni me vazhdu. Po besoj që e keni fitu tash edhe ju atë, e kujtoni tash gjithmonë edhe vetë si mësimdhënës, apo jo? Po, definitivisht. E disi se mësimdhënja, në fakt, është mësimdhënje, po e kam vrej që shumë ma shumë është jo vetëm ligjërim, është ti motivosh të tjerët. Se në fakt shumë herë ti bësh arsyeja dhe motivi pse personi që është përballë teje e merr guximin, me marr një hap, e ndron ndoshta edhe komplet vendimin e tij dhe kryesisht ti je arsyeja sepse thjesht i thu ti mundesh, i mirë je, pse nuk vazhdon, edhe ja kthen një farë vetbesimi që nuk e ka ditë asaj që se ka pas ose i ka humbe dhe fillon të i besu, në fillimi duke që po beson një gjë të pabesueshme se ka pas atë mendim, as atë vetë besim. E pikërisht mësimdhënësi se ka atë fuqinë që me i tregu nxënësit ose kandidati përballë në çka je i mirë, ku duhesh me vazhdu, unë ty të shoh kështu me sinqeritet, edhe kjo ndikon, domethënë edhe te nxënësi me marrë vendime për jetë. E dim në përgjithësi sot vendin dhe rëndësinë e gjuhës angleze për neve në shoqëri të përditshme. Po për juve që merreni më shumë në aspektin profesional, po besoj që edhe vitet e studimeve nuk kanë qenë aq të lehta të marrë parasysh pjesën e letërsisë dhe gjitha këto që ndoshta është më e gjerë se që e mendojmë ne, apo jo? Kur e mendoj, mu vjen me qesh, se unë tashti veç e kisha marrë këtë vetbesimin, edhe mendojsha që unë e di, unë jam shumë e mirë derisa fillova fakultetin. Edhe gjatë studimeve, në fakt, kur ishim grupet mdhaja në orë, edhe prapë u kthya ajo vetja jam e pak e ndrojtur, se kur ishishat e tjere, sa taf qenë kanë, e one ku jam, mu duk vetja që s'jam në kategori me ta. Edhe në fakt, interesant si ndikon edhe rejthi, do me thonë, kur ke dikë shumë më të mirë se ti, për rreth, pastaj ti duhesh me zgjedh, ose mundesh me hesht, me qëndru një qoshe, ose me thy vetën tane pak ashtu me i thy ata akujt edhe me qitë vetën pa, që është kogja vështirë, për hap shumë i rëndësishëm. Kjo ka qenë, do me thonë, për mu. Unë mundova me tregu vetën gjatë studimeve. Edhe mësova shumë, se tashti duhet pranoj se njohurit e mija pas kanë qenë, se kam ditë, pas kanë qenë jo dhe ashtë të larta, po ishin taman që une në fakultet me marrë njohurit reja, ato me i përvecu dhe me vendosë në praktikë. Po, në përgjithësi pas përfundimit të studimeve i ke pas, dyert e hapurat themi me këtë titull? Jo, nuk isha thonë që i kam pas dyert e hapura, zakonisht gjatë studimeve të gjuhëve rekomandohet që vitin e fundi studimeve veç se, hala dhe më thonë pa përfundu, veç se me shiku se ku me him pun, pikërisht për mos me diplomu e me mbet në shtëpi, po me fillu dikun diqka, me një kurs të vogël, me një qendër, me një nxënës privat nuk ka lidhje. Thjesht, sepse teoria dhe praktika dallojnë shumë, gjithat njohuri që e ki marrë teorikisht është krejt ndryshe kur e aplikon në praktik, kështu që edhe unë kështu kam vepru,
në vitin e fundit, dhe më thonë studimeve, vetë se pa të apliku në disa qendra, edhe kështu fillova në njërën prej tyne edhe me punusim si mëdhënëse. Po, pastaj një pjesë jetës e keni kaluar edhe në Gjermani, apo jo? Ishte puna që ju qoj atje? Sakt, ishte fakulteti. Gjatë semestrit të tretë nduket, ose viti tretë, viti tretë ishte, unë aplikova për një burs, është njofshme dhe tash, Erasmus+, për me kry një semestr në Gjermani. Në fakt, unë e pata apliku disa herë dhe më herët, në vendet të ndryshme, nuk e kisha qëllimin në fakt caktuar se ku du me shku, thjesht, e shishat nevojshme dikun me dalë, dikun pak me hap pak horizontin tem, me pasi që ka tjetër, më duk që qka më frejke Prishtina dhe fakulteti këtu vetë se e kisha konsumun ato edhe kisha përdor mundësit. Tash ishte radha me përdor diçka tjetër. Edhe pikrisht kjo është që tash momenti i vetëm ishte kjo bursa kune askuj si tregoja që aplikova edhe fitova. Ato më përpara gjithve ju tregoja, aplikova, po presi, kështu pasaj gjithë më pysëshin qka ndodhe, qka o bua, ki marrë përgjigje dhe ajo përgjigja jo, subo, shumë pengoj kemi a thonë dikujna. Kësaj radhe vendosa thash nuk po flas hiq, edhe ta shofim se qka po bohet, edhe e fitova këtë bursen, dhe më thonë 6 muaj kam qëndru në Gjermani. Eksperiencë e jashtëzakonshme, definitivisht, ka shumë për me marë prej shteti Gjerman, përgjithsi po them. Duke fillu prej njohurive të profesorve, po që ka mu mësë shumë tim kalon për shtypje, organizimi, dhe më thonë, ka qenë perfekt. Se të ashti nëse flasim për profesorët edhe ne në Kosovë i kemi jashtëzakonisht mirë. Po që ka neve mendoj se na mungon, ose pak të mungoj këna të kohën kërë isha studente, ishte organizimi administrativ, që ka qenë penges kogja e vështirë gjatë studimeve, ata e kishin atë super të organizuar edhe në fakt, kër jam këthy, unë gjithve ju thejsha pse, po me ndoni që është vështirë dikun përëndim. Në fakt më ka ardhë as pak vështirë. Kur ti e ke një list, e ke një orar, e din kur është një provim, e din kur është një provim tjetër, e din kur ki prezentim, thjesht ti ki punë me vetën tënde pastaj, s'ki punë me fakultetin, ki punë me vetën tënde, organizohesh, këtë mas pari, këtë pëllë ma vonë, e ki një bibliotekë super të pasur me libra, edhe absolutisht nuk je as një arsye për me ngec edhe mos me vazhdu tutje. Po përveç që e ceke që në aspektin e studimeve ka qenë gjithë shka shumë mirë, ka qenë vështirë për ty me u ambientu edhe me rrethin, me shoqërinë, ndërsa me vendin? Ka qenë vështirë, them drejten. Eksperiencë shumë e mirë, më prapë se prapë e krasë vështirësive kur nuk e kisha këthy edhe me thonë s'kisha shkua diqka, se vlen. Po, unë personalisht nuk jam ambientu edhe aq me vendin, me të vërtet arrishe sukses si në studime, edhe të tjere që punojishin, kishin sukses në atë aspekt. Po mu për veti, unë aty e kam pa që unë muj me u pajtu ndoshta me ma pak sukses në Kosovë e me atmosferën edhe me kulturën tonë, se kjo mu më ka mungu. Dikush për shtatet, i pëlqen tjetë vetëm, i të pëlqen puna individuale, unë për veti aty në fakt e ka kumptu që nuk jam prej aty në personave, mu më pëlqen të dielën me dalë me pi një kafe, atje s'kish mundësi, mu më pëlqen edhe pse jemi super të angazhume edhe këtu tash drejt në tonë, nga me gjithë diri mbrëmje veç po vrapojmë, na prapë se prapë e gjejmë atë 15 minutëshin që me pi një kafe të shpejt me dikon edhe ajo ty të mbanë energji për krejt ditën. Kjo pjesë mu atje më ka mungu. Ka mundësi ndoshta se ne kemi qenë një grup i vogël i studentëve shqiptarë, edhe ka mundësi se të gjithë kishin motra, vllazën, ndaj, teze, dikë e kishin atje, që muish me vizitu her pas herë edhe me hekat mallin e shtëpis. Unë nuk e kisha, unë mas 3 muajve jam këty me vizitu pak këtë shtëpis, edhe pastaj kam vazhdu prap jam këty në studime, se nuk e kisha askënd, po definitivisht ka qenë mësim i mirë mendoj në çdo aspekt. Po gjuha angleze nuk është gjuha e vetme që e zotroni, apo jo? Po. Tash, flasë edhe gjuhën bosnjake dhe gjuhën gjermane. Gjuhën bosnjake e kam su prej familjes, kemi shumë familje që jetojnë në Bosne, edhe në fakt që nga fëmijëria gjithmonë jemi kemi shkuna edhe kanë ardhur ta, kështu që në fakt atë e kam su vetëm kështu në shtëpi, e kam si gjuhën e dytë amtaret, themi, se në atë nivel edhe është fol brenda shtëpis. Ndërsa gjuhën gjermane, interesant, pak më shumë zorim detyroj me mësu. Fillimisht kur shkova në Gjermani nuk e kam ditë asnjë fjalë dhe atje kishim obligative. Tashti gjuhën gjermane gjuhën angleze, më falni, shumë kush atje nuk e fliste. Është dashur
është dashtë me u gjindë me gjuhën gjermane. Po që kam kalon për shtypje dhe shumë ka pëlqy, neve këtu në Kosovë, te shqiptarët na mungon, është që unë do shta 2 minuta bëjsha me formulu një fjali, po shqitë si mu më pritke. Më pritke deri sa e formulojsha, deri sa e thëjsha edhe u përgjigjke, që na shqiptarët, e këndurimin e kemi koqat shkurt, bila i shqip na fletë për balë dhe na prapë ndërprejmë të mundu me shtime thonë ma shpejt, kështu që aty e kam pas piknisin me gjuhën gjermane. Po, kom vazhdu, kur jam këthy, se 6 muaj nuk janë shumë, sigurisht jam pak për me zotru një gjuhë. Kom vazhdu pasi që jam këthy, për shkak se kom pa që shumë e kërkushme dhe më punë. Gjuha angleze çdo ditë e më pak po kërkohet, sepse vetë se zotrohet prej shumicës, edhe prej fëmijëve për shembull. Kush vjen gjuha angleze, vjen dikush zakonisht thjesht më lëshu pak më shumë në komunikim, ndoshta e kanë mësu pak më shumë gjuhën e rrugës, slang, language, edhe në punë nuk po mundet me përdor që ato, po prapë se prapë kërkesa është kogja e vogël, ose shumë herë kush do me thonë vetë se ka me shku, është vendos që ka me shku me jetu në Amerikë dhe vjen si para përgatitje për gjuhë angleze, për ndryshe, nuk është që mësohet si për para për me t'i hapë rrugët. Fëmijët, kryesisht për shembull, tashmë që thash me gjuhën angleze janë okej, ata vinë për gjuhën gjermane, edhe këtu kanë ndikim prindrit, po mundohen me i bo fëmijët gati për të ardhmen, me qenë se nuk mjafton ma vetëm një gjuhë të huaj me pas si njohuri tonë, duhesh s'paku 2 gjuhë, dhe më thonë pak ma të kërkume që janë me i pas, për fjala është tregu në të ardhmen. Përveç njohurive sa i përket gjuhëve, qoftë angleze, gjermane, me cilat edhe punoni, sa ka qenë e vështirë për juve dhe pjesa pedagogjike? Një qenë gjithmonë ndërsa më afër, qoftë me fëmijë, qoftë me persona tjerë? Ashtu është. Unë në fillim kam fillu me punu me fëmijë. Kryesisht fëmijët më ndojnë se jam si tip i qetë, në përgjithësi edhe jam i përshtatshëm me çdo lloj njeriu, mund të adaptohem lehtë. Ka disa vite që nuk po punoj me fëmijë, më shumë po punoj me të rriturit, sepse thjesht kërkesa ishte e tillë, ishte më e madhe për të rriturit, po në fakt është edhe kjo mënyra, nëse i kemi 5 të rritur, të 5 janë ndryshe. Edhe karakteri tyne, ose si të them përgatitja tyne për me marrë një gjuhë të re, ka për bazë shkollën e vetë kur e ka kry, edhe sa ka vazhdu me u zhvillu ai pastaj tutje. Kemi nxënës kategorive të ndryshme, tash po i përfshit të gjithë, nxënës të moshës së re, me thonë, jo fëmi, po të rritur të rinj, mosha 20, 25, 30 mesatarisht, edhe me ta është pak më lehtë me punu, sepse së fundme e kanë kry shkollën, së fundme e kanë kry fakultetin, janë më të qasshëm ndaj librit. Ka nxënës moshës më shtym, mosha 40, 45 që prap janë okej, ama duhesh me pas parasysh që ai nxënës ndoshta se ka lexuar një tekst shkollor që 20 vite, edhe qasja ndaj tij duhet të jetë ndryshe. Kështu që varësisht prej nxënësve, edhe neve na duhet me ndryshu qasjen, me ju përshtat. Unë për vete e kam gjetë veten shumë mirë me nxënësa, bile shumë herë qeshim se disa orë neve mësimore na shkojnë fakt jo me mësim, po na shkojnë vetëm bashkë bisedim, të e motivu njëri tjetrin, të i kallëzu ti mundesh ti kështu ti ashtu, shkon komplet ora, po e kom vrejt që kjo të nxënësa ndikon shumë pozitivisht, nesër ai vjen shumë më mirë, shumë më i përgatitur, më shumë energjik, edhe krejt kjo pastaj rezulton sigurisht edhe te rezultati përfundimtar. Edhe një lloj psikologët një të nkoha, po jo, për nxënësit me i motivu. Po detyrohesh të bëhesh, adin, nxënësit shumë herë vinë në formë individuale, dojnë vetëm me mësuesin, edhe ai menjëherë i tregon vështirësitë e veta. Edhe në fakt ti si mëdhënës duhesh me ditë vështirësitë e tij për me ditë ç'është me u qas atina, duhesh me ditë pak prapa vin çka ka. Edhe të lashet nëse i ka, pak duhesh me pas informacione për me ditë çfarë mënyre me bisedu me ta. Kur jemi tek vështirësitë, e kemi pas tëftuar edhe në këtë studio një zonjë me mbulecë, na ka treguar vështirësitë e saj, sa i përket punësimit, që është larguar nga puna, paragjykimet e shumta. Jeni përballë edhe ju me të tilla ndonjëherë? Sigurisht. Çështja e mbulecës gjithmonë është paragjyku, edhe fal Zotit po shkon të uzbe ky paragjykim me kalimin e viteve.
Edhe ne po mundohem me punën tonë, me zbekët para gjykim, edhe thjesht me kriju shoqëri me të gjithë. Nuk është kur qëllimi që ne me mbulesë, por i me mbulesë, të tjetë, pikërisht mundohemi të përzimi me të gjithë që me jap imazhin e duhur edhe një imazh të mirë. Ka pas vështirësi. Një prej vështirësive po e përmendi shumë shkurtimisht, është për shembull unë tashmë kam qenë duke punu, edhe ditën që kam vendosur mbulesën, jam largu edhe prej punës. Po është krejt okej. Qëllimi që to është me tregu që kjo është një proces shumë normal. Edhe pse jam largu prej punës, kjo sfida edhe kjo vështirësia në për cilën unë kalova, mu më bani me ardhë si kjo që jam sot. Të më thonë, vetë se më forcoj. Edhe unë me personat me të cilën atëherë kam punu, unë vazhdoj me bashkëpunu. Njeriu duhet me i pas të dy pikpamjet. Është pikpamja jote, unë momentin që i kam vendosur mbulesën, e kam ditë se që kam pret dhe që kam vjen. Duhet me kuptu edhe personin që është përballë. Ndoshta ai person, edhe unë e besoj plotësisht që me mbulesën time asnjë problem se ka pas. Mirë po, ai ballafaqohet me klientat e vet edhe me nxënësat e vet, për çka me mbrojt mua pse unë e kam marrë një vendim jetësor. Kështu që është plotësisht e kuptueshme edhe për atë pjesë, edhe unë shumë mundona këtë mesazh me përçu që janë dy anë të medaljes, që na duhet me i pas parasysh të dyjat, edhe jo domosdoshmërisht veç njëra palë ka mirë. Ka shumë situata që të dy palët e kanë mirë. Kështu që unë e vazhdova rrugtimin tim, kjo ka qenë sfida e parë, se ishte ditën e parë me njëherë që më priti, edhe është në rregull. Jam mundu pastaj pak një vit derisa e kam marrë veten prap. Njëherë pa ta punu si mësuese private gjuhës angleze me një nxënës, se aq ishte mundësia, nuk kisha mundësi me të përtu. Tashti komplet çat vit më shumë u dashke, mu po m'duket mu marr me veten time psiqikisht për mos me lëm veten me u demotivu për situatës që jam, edhe me kqyr që është me vazhdu tutje. Unë edhe shkollën kur e kam hap, nuk është që kam pas idenë prej fillimit gjithmonë ta hapi shkollën a diçka, po kur vendosa për arsye familjare, martesa, fejesa, këto me jetu më pej, i dhash vetës një hapësirë, thash deri ngusht ki me këshyr me gjetë punë. Nëse s'gjem punë, është opsioni, për hapim një qendër të vogël, unë nuk bëj plane e fagjata. Plani ka qenë veç për hapim një qendër të vogël dhe po këshyrim që shpona ecë. Se kom ditë që kemi me mri deri këto. Po, dhe me thonë, është një përvojë jo e këndshme, po e dobishme në fakt. Ndoshta edhe më e dobishme se sa të kisha vazhdu me punu aty. Ndoshta aty hala kisha vazhdu me konë thjesht një mësimdhënëse gjuhës angleze, sot jam zhvillu shumë ma shumë edhe din është më shumë ka qenë dobi prurse. Në jetën kohë në vitin 2021 jeni bërë edhe nën, apo jo, po gjithmonë tregua që angazhimet nuk i keni lënë asnjëherë, puna ka qenë ajo që ju ka mbajt gjithmonë. Ka qenë vështirë dhe është ende edhe sot ta bëni këtë ekuilibrin mes familjes edhe punës? Ka qenë vështirë, në disa aspekte, fillimisht edhe nga ona emocionale, që përjeton se cila nëndë, me thonë, kur ti je vetë pa prit nësë bëheni dy, edhe sidomos kur e kupton që ajo qenja e vogël si jeton pa ty, s'mundet pa ty, edhe je e lidhë në 24 orë me atë person. Përderisa je mësu me pas një faljerie, je mësu del në punë, kthesh për punës, del e për një kafe, pastrosh kur dënë ti, kur ki nevojë ti, gjithë shkafi kufizohet, edhe është mas pari ajo sfida emocionale që ti duhesh me përballu edhe me pranu në fakt. Ndërsa te angazhimi profesional ka qenë pak vështirë se e kom vrejt edhe një javë pushim kur shkojmë vrejt mungesa ime për shembull në shkollë, sepse fillojnë gjërat të stagnojnë, nuk funksionon gjithçka si duhet. Janë disa punë të cilat vetëm unë i bëj ose ndoshta po, sakt, vetëm unë mundem me i ba, se cila prej punonisve ka detyrën e vetë, dhe unë i kam ato detyrat e mija, kështu që ka qenë pak vështirë, po duhet me përmend se ma ka lecu shumë bashkëpunimi me bashkëshortin. Dytë jemi marrë njësoj me djalin, me fëmijën, edhe vazhdon tjetë kështu. Unë kogja ka qenë i vogël, dikun 3 muaj kur veç fillova me punu, jo me orar plot, me një gjysmë orari, thjesht me dalë me i kry këto punë që thash që nuk mujshin me u kry pa prezencën teme. Ka qenë e vështirë emocionalisht se gjithmonë
unë ndisha sikur po e lo, e unë po dal për interesat mia, edhe pastaj shkon të mendu çka ja vlen kjo punë nëse ti lëm fëmin vet, po sot jam krenare për vendimin që e kam marrë tash drejt them. E kam pas dy nxënëse që mbajsha mësim me to, kur ka qenë djali shumë i vogël, kam punu online edhe oraret kryesisht i koordinojsha pas orës 8 mbrëmje, e shkojshin deri 11:30. Edhe kryesisht edhe nxënëset, po tash s'po them është rastësi, po edhe nxënëset i kom pas kryesisht kanë qenë nana, edhe gjithave ju përshtatke, kur vjen burri prej punës, ose kur fëmia flejnë, atëherë po kyqemi në mësim edhe po mësojmë. E aty kanë qenë, e kom pas një moment dobësie që thash nuk po moj. Edhe gjejsha djalin në dhomën tjetër të qajtë, për shembull, e unë këne isha në mësim, edhe nuk ishin as shumë orë, as nuk ishte çdo natë për shembull, ishte vetëm 2-3 herë në javë, unë isha shumë keq, e disha që edhe bashkëshortit jam të jap siklet, që po e lo vetëm me djalin, po kanë qenë aty dy nxënësit mia që nuk më lanë, në atë moment që thash, e pata një moment dobësie, thash nuk ja vlen po e lo, dy nxënësit e mia nuk më lanë, edhe jam shumë falënderuese, edhe mendoj që ka qenë vendimi sakt, sepse edhe ato më thanë, djali është i vogël, djali ka me u rrit, krej këto kanë me u haru, po ti ki me pas shumë vështirë me u këty në rjedhat e profesionit që je pas një pauze më gjatë. Kështu që edhe une jam do me thonë edhe kom vazhdu me një orar të shkurtër, thjesht sa mos më u kyç komplet prej punës, edhe kur të vazhdoj të paktën me mujt me vazhdu aty ku e lashë, jo ndoshta hala ma mbrapa, derisa të kthena, që shkon tek shkon, kështu që mirë. Ja dolem. Për shkak që jeni në këtë botën e gjuhëve të huaja, si ato ishin ato gjuhë që do doni që fëmia juaj t'i zotronte? Keni pasi cila ka më shumë interes tani? E kuptoj. Shiko, sa ma shumë gjuhë, njeriu e bën më të pasur, edhe në fakt duhet me i zotëru, tash kur ta mendoj djali jem është 4 vjeç, kur ai rritet, ku me ditë sa do zhvillohet bota e tregu e duhet ketë, unë mendoj 3 gjuhë duhet i flasë rrjedhshëm. Po tash ti krejt kjo, cila gjuhë varet ku po jetë tregu, varet ku don me u vendos ai për shembull, edhe me u përshtat edhe me atë. Është pak vështirë prej tash me vendos se cila gjuhë ish dashtë, tu e parë jetën e zhvillimit të shpejt. Unë ndoshta kam pas ndonjë qëllim para 5 vjetëve, e që tash tëm pas ka qenë pa lidhje se bota e mur kahjen tjetër. Unë isha përgatitur ndoshta për një sen që në fakt sot nuk ish dashtë, veç për shkak të këtij zhvillimit të hafshëm që është. Kështu që djali gjuhën angleze duhet ta ketë. Gjithsesi, kam frikë që ndoshta kur të rritet ai moshë madhore, s'dia do të llogaritet më gjuhë e huaj kjo duhet të nënkuptohet që e ke. Po besoj që gjuhën bosnjake dhe gjermane mëson prej pranisë teme në shtëpi, edhe ai mu më dëgjon, unë mbaj shpesh mësime online prej shtëpisë, edhe ai është prezant edhe i dëgjon gjitha ato, edhe vetë se ka fillu do sene, do fjalë me i kuptu, me i ditë, po djalit nuk i imponoj asgjë. Bile se bash edhe një nxënës më pyeti një ditë ta, apo flet djali yt anglisht? Tash jo nuk flet anglisht, është i vogël, do të flet anglisht kur t'i vi koha. Nuk ja imponoj me thon hajde mësoje dush me ditë, e ki nanën dush me ditë edhe te, jo. Ai duhet ta gjej vetën aty ku i pëlqen më shumë. E dashur, faleminderit shumë për kohën që gjetët me qenë sot pjesë e emisionit Fundjavë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit juve, kënaqësia ishte imja, unë ndjeva vërtet mirë edhe shpresoj takohemi gjithmonë për të mirë. Shumë sukseset e më të tjeshme, faleminderit. Faleminderit shumë gjithashtu. Të dashur shikues, pasaj bisedën në studio, tani do e ndjekim rubrikën për te barierave të përgatitur nga kolegja jonë Gentiana Plana. Në këtë kohë kur fshatat po boshatisin dita ditës dhe të gjithë po janë në syn qyteteve, në një fshat të Prishtinës po ndodhe kundërta. Bërnica është duke u mbi populluar, gjithashtu duke u bërë fshati VIP-ve. Vendi përshtatshëm edhe për të mbjellura edhe për blegtori ka bërë që ky fshat të lulëzojë gjithmonë më shumë. Fejim Dragusha, përfaqësuesi i këtij fshati, na tregon disa prej karakteristikave të tij. Unë Fejim Dragusha, jemi lindur në këtë fshat, për ndryshe mbrezi 5 i
muhaxherëve të shpërngulur nga Toplica. Ky vend domethënë është i lashtë dhe i banuar me shqiptar, autokton, pastaj me muhaxher, është i vjetër, ka mbi 830 hektar tokë, përbëhet nga 2 lagje, Sinidolli dhe Bërnica, janë lagje të Bërnicës, Milefsi dhe Sindolli dhe Bërnica që ndohet në Bërnicë të Epërme dhe të Poshtme. Na tash gjendemi në fshatin Bërnicë e Epërme, i cili është një fshat me shumë karakteristika. E para domethënë banorët vendas janë këtu, nuk e kanë lëshu vendin, pastaj konsiderohet vendi i elitës së njerëzve të Kosovës, këngëtar, politikan, afarist, gjitha fushat domethënë i kemi që kanë ardhur dhe kanë popullu fshatin Bërnicë. Karakteristik tjetër në këtë fshat është se njihet dhe për 2 ndërtime të vjetra, që është tuneli hekurrëdhor, sikur që është ky nal, domethënë, që është 1,5 kilometër, dhe edhe tuneli automobilistik që është ndërtu domethënë në vitin, ka filluar ndërtimi në 1906 dhe është lëshuar në funksion në vitin 1904 tani. Fshati vjen për çdo ditë më shumë, duke u populluar me banorë nga viset e ndryshme të Kosovës dhe i plotson të gjitha kushtet për banim. Mes natyrës së bukur, afërsisë me qytetin, infrastrukturës, tokës pjellore të përshtatshme edhe për gastronomi dhe shumë arsye të tjera janë duke i tërhekur për investime. Ndodh për shkak se fshatarët këtu, banorët e fshatit kanë qenë gjithherë të zellshëm dhe kanë punu tokat, e para. Karakteristikë e dytë është se gjendet afër kryeqytetit dhe ka një shije të mirë gjeografike. Është i pastërt, ka domethënë lloj të ndryshme të pemëve, të shtazëve, të shpesve dhe ka bërë më të favorshëm për njerëz që me hap domethënë bizneset e tyre në këtë vend, sepse ka qase shumë të afërt edhe nga afër magjistrales, autobanit, po edhe nga afër qendrës që është kryeqyteti këtu Prishtinë. Po normal para luftës ka qenë shumë e vështirë, për shkak se na dim kanë qenë masat e dhunshme, nuk ka qenë jetesa e lehtë, po kjo ka ndihmuar që një numër i familjarëve të dalin në diasporë, të cilët e kanë ndihmuar edhe luftën gjatë kohës, domethënë nga diaspora, dhe një pjesë edhe ka qëndruar këtu. Kjo është sikur është bërë një matematikë që secila familje 1 ose 2 anëtar i dërgon në diasporë për mu kujdes domethënë edhe për shkollimin e banorëve të fshatit së familjarët të tyre. Edhe gjithashtu pra kemi edhe diku në afër 70 anëtar të familjes Dragusha, pra që është familja më e gjerë në këtë fshat, që janë të gjithë me përgatitje superiore, që të gjithë me fakultet, shumica prej tyre magistraturë dhe doktoraturë. Fejimi e pastron edhe vetë fshatin, pa pritur që të reagoj askush, por a ka ndikuar puna si imam që banorët të kenë më shumë besim tek ai për përfaqësimin e fshatit. Jo, vërtet, na tash jemi si një familje, edhe pse kemi domethënë familjen Pëstisha që në Sinidoll, në lagjen e afërt të Bërnicës, edhe Planalit ose Jashanicet, mirë po qenurit Hoxh, normal që krijon një respekt te banorët e fshatit, po nuk du që ta lavdroj vetëm, por unë pëlqen shumë fshati, edhe kjo më ka ndihmuar që duke qenë 10 vite në Zvicër që kam punu si imam atje, e 2 vite në Kosovë, më ka bërë që domethënë në diasporë gjithkohë shqiptarët janë më të organizuar dhe kudo që të shkojnë e bojnë nga një komunitet, kryetar, arkatar, sekretar. Edhe unë si jam këtu nga Zvica vitin 2019-2020, e kemi themelu kryesinë e fshatit, i kemi nda lagjet, edhe jo për me bu diçka të madh, po sa do pak me këqyr çfarë duhet me bu komuna për këtë vend, me përfaqësu dikush fshatin, me kërku vendin për rekreacion, mu kujdes për mirëmbajtjen dhe pastërtinë e fshatit, që shpesh domethënë unë pëlqen kur dal njerëz në 3 muaj për me pastru tunelin, me mbledh kanaqet sepse e kemi obligim fetar që ka thonë profeti sallallahu alajhi wasallam që kur të largon dikush një pengesë nga rruga, qof guri, qof kanaqe, është pjesë prej pjesëve të besimit. Prandaj edhe fshatarët nga ne ndihmojnë, po shumë të në rastet vetëm. Jo vetëm për fshatin, Dragushën flet edhe për veprimtarinë e tij, punën e tij si imam dhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në Zvicër. Aty ku kishte shërbyer për vite të tëra dhe jo vetëm shërbyer, por edhe iniciar që ta ndërtoi një xhami internacionale. Po, do me thonë, arsyeja pse kemi shku atje, sepse kam kry për magjistraturën, kam kry për komparacionin fetar, për krishterizmin, jehudizmin dhe islamin, edhe pa ta aplikue për shkak se në Zvicër, me thekë zveçan, ka numër të madh të bashkëdhetarëve, dhe atje ka një numër të madh të xhamive, kështu që e kom pas që maj afër do të kemë mundësi atje, do me thonë kontributin, duke di që i një edhe fejt e tjera ose religionet e tjera për me dhonë kontribut, dhe atje kemi shërbyer në 2 xhami,
dhe prej vitit 2009 dhe 2012 kemi shërbyer në xhaminë e Lidaje, pastaj kemi themelu xhaminë tjetër internacionale për mi ofru dhe mu mundu çka mujnë me kontribu shqiptarët edhe atje edhe këtu. Pastaj ka qenë një projekt, domethënë, për me bo një kopsht, një qerdhe, edhe tashimi duke punu në këtë drejtim, për me punu, po shkoj rregullisht atje, gjithër marrë si eksperiencë edhe Zvicrën, edhe studimet e mia në Brunei dhe Singapur, edhe aspektin fetar, kështu që u bo një trinom që më motivon edhe me pasu fshatin, edhe më marrë me libra, me punime shkencore, po edhe me vizita, si që është Zvicra, Gjermania dhe vendet Azisë e juglindore. Për ndryshe, fshatin tim, kur thot dikush, po mirë është, po ka mundësia din, nuk ka nevoj mu ankue. Krahasim janë bëhet gjithër me Singapurin dhe Brunein, ku atje do me thonë i kushtojnë si jashtëzakonisht madhe pastërtisë, higjienës. Ne duhet gjithër ta krahasojmë vendin tonë me një vend që është shumë më i zhvilluar se sa që është Kosova. Themelimi i xhamis nuk ishte qenë vetëm për shqiptarët, por për të gjitha nacionalitetet. Gjithashtu përmend se kjo xhami është ndërtuar mes dy kishave. Në periudhën e parë kur jemi vendosur në qytetin e Sangalind, ka qenë xhami komplet shqiptare, domethënë themeluar nga shqiptarë në vitin 1992. Pas 3 vite pastaj vendosa që ta themeloj një xhami të re në qendër të qytetit, sepse feja islame nuk është vetëm për shqiptarët, se në Kur'an Zoti e ka zbritur këtë fe për gjitha nacionalitetet. Prandaj aty ka zvicran të konvertuar, ka aziatik, ka domethënë shqiptar, ka bosnjak, dhe duke ditë që duke u nis nga pani që i flas 4 gjuhë të huaja, atëherë kur fillova me legjërum 4 gjuhë, fjala në hutbën e xhumas, atëherë filloi numri me ushtu i xhamatit ose i antarëve, dhe kjo bëri që me pas një eksperiencë, për shkak se ata që cilë kishin pranuar Islamin, disi kishin mbetë si jashtë. Se në Evropë gjithherë shënon xhami bosnjake, xhami arabe, xhami turke, dhe kjo pengonte edhe organeve shtetërore, sepse ata dëshirojnë që të bëhet një lloj institucion internacional, duke ditë që Islami njëjtë edhe krishterizmi, ne kemi edhe krishterë që është shqiptar, edhe jo shqiptar, prandaj më ka pëlqyer që këtu 7 vitet e fundit e kam themelu këtë xhami me disa shqiptarë të tjerë, edhe normal që kanë qenë nacionalitetet ikon 121 nacionalitete ka qyteti Sangalenit dhe kanë frekuentuar në këtë xhami që quhet Xhamia e Xhenetit, sepse vendi ku gjendet xhamia është Paradis Shtrase ose rruga e Xhenetit dhe gjendet mes të 2 kishave. Dhe ka qenë një bukuri e madhe sepse një xhami na mundsu nga shteti me marr lejen për me asnjë problem, kemi pas mes 2 kishave. Normal, shumica e xhamive në Evropë nuk i përngjajnë xhamive që kanë domethënë strukturë otomane, po thjesht janë ndërtime themi 2-3 katëshe që blihen dhe pastaj shndërrohen ose rivertohen në qendra për kulturë, për fe, për edukim. Moment emocionues dhe i veçantë për të thosë se kishte qenë edhe konvertimi i shumë personave në fenë islame, si dhe tregon që rastet më të mëdha të konvertimit kishin qenë nga të huajt, sidomos nga zvicranët. Po, kemi pas shumë raste të konvertim, po të kemi qenë shumë të kujdesshëm. Duke ditë që jemi të huaj, edhe gjithë i këmë thonë edhe kolegëve dhe shqiptarë që ti mund të merresh pasaport zvicran, po asja nuk bësh zvicran, ti mund të jesh qytetar, dhe me thonë që e kemon një në shtetësi të dytë. Mirë, po të konvertimet pata pas 2 projekte. Projekti parë ka qenë vizita e imamit në shtëpitë muslimane dhe kom pas një formular që shkoj me dëshirën e tyre, i vizitoj, edhe të konvertimet, asnjë konvertim nuk kemi bërë publik. Do të më konvertu, e mush formularën që e bëm me dëshirë, pa dhunë, pa presion, e në shumë, e thu shahadetin edhe vazhdo rrugën tënde. Ama jo sikur sot që mundohen konvertimin me alarmu, me i dhonë shumë hapësirë mediatike, me kriju përçare jo, sepse duhet ta dim që në një vend të huaj kur shkosh, duhet ta respektosh edhe ndjenja shpirtërore. A kanë qenë konvertimet prej shqiptarëve katolik apo prej nacionalitetit? Jo, shumica kanë qenë zvicranë dhe zvicrane, të cilat kanë udhëtu në vendet të lindjes e mesme, e më së shumti në Stamboll, dhe kur kanë zbritur dhe kanë dëgju duke u thirrë ezani në 3000 xhami, kë i ka bë domethënë me ndjep se pse kjo nuk na mundsohet neve. Sot njëra prej zyrtarëve që ka qenë në Sangalen, ka qenë një nga aktivitete që organizohet qyteti çdo 2 vjet, quhet Ihryre Dangebet, që në kupton domethënë kur ta shqiprojnë gjuhën shqipe i vjen unë dëgjoj lutjen tënde, që në kupton dalin muslimanët, krishterët, xifutët, gjithë fetë dhe religionet të tjera, edhe çdo 2 vite i eksplorojnë qytetarët se si është ndjenja me qenë
fetar dhe i lidhur me krijuesin. Dhe aty kom dëgju vetë kur kemi thirrë zonin që ka thonë njëra nga zestranët që ka qenë në qytetit e sigurisë Shërbesa, të qartë që është një humbje e madhe për neve që kemi aprovu këtë ligj me 30 nëntor 2009 që ndalohet ndërtimi i minareve. Prandaj minarët ndalohen, po edhe zoni ndalohet jashtme për jashtë brenda. Kështu që ata kanë qenë shumica zestran dhe zestrane, e tash kanë edhe organizatat e tyre, po pak ka xhami që i përkasin, domethënë të konvertuarve zestran. Po normal sepse sot na kemi është një krizë jo vetëm në Zvicër ose në Kosovë, po në shumë vende të botës, njohja me islamin. Nëse lihen të konvertuarit që mu njoh me islamin vetëm përmes internetit, atë mund të ketë devijime. Në momenti kur është një qati, është një institucion, është një shoqat, se nzi që thejmë ferajn, do me thonë shoqat, sikur tu që thejmë SHPK, aty në shoqata që ti e ke obligim me raportu të shteti për hyrje daljet, kush është kryesia e bën raportin dhe e ke lejen për me ushtru qatë aktivitet, qoftë fetar, qoftë kulturor. Prandaj, ata të konvertuar në një farforme e kam mësu islamin më shumë, sepse kom qeni përgatitur, kom studiu fakultetin, magistraturën, doktoraturën, po aje që më ka ndihmu më shumë të ka qenë gjuha. Se kur ta di gjuhën angleze, gjuhën gjermane, që besa ka pos edhe arab, edhe ata pak të lënë pas dore, me një fjollë kjo xhami ka qenë si ëmbrell që i ka bashku të gjithë shqiptar. Po që është një karakteristikë se xhamia Xhenit në Sengalen, që ka dhe shumë artikull rreth kësaj xhamie, aty kemi të bu edhe kishat, kur i kemi hap dyrët e xhamis një herë në vit, i kemi ftu kishat, priftrin, policin, zjarfiksit, që marrë me kuptu çka është Islami. Nëse dënë ta di çka është Islami, ja këtu, jo në rrugë. Bërnica po dëshmon që fshati mund të jetë më shumë se një vend banim. Është shembull i zhvillimit, bashkëpunimit dhe përkushtimit. Ishim bashkë me fillim nga ora 12, duke shpresuar se keni kaluar çaste të bukura këtu bashkë me ne në emisionin fundjavë. Ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Dugagjini, pasi që vetëm pas pak ju pret shishëm me Valentinën nga Unë Lorinda Mirëmbetëshi.